Në shkurt të vitit 1946, kur forcat e sigurimit të shtetit hynë në shtëpinë e Lef Nosit në Tiranë, ata gjetën diçka që nuk duhej të ekzistonte kurrë. Dhjetëra kufoma të vjetra, disa prej tyre me data që ktheheshin në shekullin e 15, letra private nga lider të lëvizjes kombëtare, dhe një koleksion të tërë dokumentesh që tregonin një version tjetër të historisë shqiptare nga ai që regjimi i ri donte të shkruante. Por brenda një jave nga arrestimi i tij, këto dëshmi filluan të zhduken pa gjurmë. Disa thonë se u dogjën në oborrin e burgut. Të tjerë pretendojnë se u transferuan në arkiva sekrete që as sot nuk janë hapur për publikun. Por pyetja që mbetet pa përgjigje është kjo: çfarë fshinin ato dokumente që ishte aq e rrezikshme saqë një njeri duhej të vdiste për to? Çfarë e dinte Lef Nosi që regjimi komunist nuk donte që bota ta mësonte kurrë? Dhe pse, pas 75 vitesh, familja e tij ende nuk ka marrë përgjigje për atë që ndodhi me trashëgiminë e tij? Në këtë mbrëmje, ne do të zbulojmë historinë e një njeriu që dha gjithçka për të ruajtur kujtesën e një kombi, por që vetë u harrua nga historia zyrtare. Një njeriu që nënshkroi deklaratën e pavarësisë së Shqipërisë, por që përfundoi para një skuadre ekzekutimi. Një koleksionist që shpëtoi mira artefakte nga zhdukja, por që vetë u zhduk nga të gjitha librat shkollor. Kjo është historia e Lef Nosit, patriotit që u bë armik i popullit dhe e koleksionit që ndryshoi fatin e një kombi. Imagjinoni një dhomë të mbushur plot me libra nga dy shemeja deri në tavan. Imagjinoni mure të mbuluar me dokumente të vjetra, disa prej tyre aq të brishtë sa që prekja e tyre mund t'i shkatëronte përgjithmonë. Imagjinoni një njeri që kalon netët duke kataloguar, duke ruajtur, duke kopjuar me dorë çdo fjalë, çdo rresht, çdo detaj, sepse ai e di se këto dokumente janë e vetmja provë e ekzistencës së një kulture të tërë. Ky ishte Lef Nosi. Por çfarë e shtyu atë të kushtonte gjithë jetën e tij kësaj misioni? Çfarë e bëri të besonte se këto letra të vjetra ishin më të rëndësishme se pasuria, se karriera, madje edhe se jeta e tij? Për të kuptuar këtë, duhet të kthehemi në fillim, në një kohë kur Shqipëria ende nuk ekzistonte si shtet, por vetëm si një ëndër në mendjet e disa vizionarëve. Në fund të shekullit të 19, perandoria osmane po shkatërrohej nga brenda. Në çdo cep të Ballkanit, kombet po zgjohen dhe po kërkojnë pavarësinë e tyre. Por për shqiptarët, situata ishte më e komplikuar. Ata nuk kishin një gjuhë të standardizuar, nuk kishin një alfabet të pranuar nga të gjithë, nuk kishin asnjë histori të shkruar që të bashkonte të gjitha fiset dhe rajonet. Ishte në këtë kontekst që lindi Lef Nosi, në 8 prill të vitit 1877, në qytetin e Elbasanit. Familja e tij nuk ishte aristokrate, por as e varfër. Ata ishin tregtar të mesëm, njerëz që kishin mjaft për të jetuar mirë, por jo aq sa të mos e kuptonin vuajtjen e popullit. Dhe ishte pikërisht kjo pozitë e mesme që i dha Lef Nosit një perspektivë unike. Ai pasi elita intelektuale po largohej nga rënjët e saj, dhe si populli po humbiste lidhjen me të kaluarën e tij. Kur Lef Nosi ishte ende fëmijë, ai dëgjoi një histori që do ta ndryshonte jetën e tij përgjithmonë. Një plak nga fshati i tij tregoi se si gjyshi i tij kishte fshehur një koleksion të tërë të këngëve popullore dhe legjendave në një shpellë në mal, sepse osmanët kishin filluar të ndalonin çdo gjë që ishte në gjuhën shqipe. Plaku tha se kur ai shkoi për t'i marrë ato dokumente pas vitesh, shpella ishte shembur dhe gjithçka ishte humbur përgjithmonë. Kjo histori e thjeshtë, e treguar pranë një zjarri në një natë dimri, u bë obsesioni i Lef Nosit. Ai filloi të pyeste veten, sa histori të tjera janë humbur kështu? Sa këngë, sa legjenda, sa dokumente që mund të na tregonin se kush jemi dhe nga vim? Dhe më e rëndësishmja, çfarë mund të bënte ai për të ndaluar që kjo të ndodhte përsëri? Në moshën 20 vjeç, Lef Nosi mori një vendim që familja e tij e konsideroi çmenduri. Ai refuzoi të merrte pjesë në biznesin familjar dhe në vend të kësaj filloi të udhëtonte nëpër fshatra të Shqipërisë, duke mbledhur çdo gjë që mund të gjente: libra të vjetër, dorëshkrime, letra, dokumente, madje edhe objekte të thjeshta si vegla pune ose veshje tradicionale. Ai nuk kishte para për të blerë këto gjëra, kështu që shpesh I këmbente me ushqim ose me shërbime. Ndonjëherë thjesht I kopjonte me dorë, duke kaluar net të tëra duke shkruar me dritën e një qiriri. Njerëzit e fshatrave filluan ta quanin një çmenduri që mbledh letra të vjetra, por Lef Nosi nuk u shqetësua. Ai e dinte se po bënte diçka që askush tjetër nuk po e bënte, dhe se një ditë kjo punë do të kishte vlerë. Por koleksionimi I dokumenteve ishte vetëm fillimi. Lef Nosi e kuptoi se nuk mjaftonte thjesht të mblidhte këto materiale,
ai duhej t'i organizonte, t'i katalogonte, t'i bënte të aksesueshme për studiuesit e ardhshëm. Kështu që ai filloi të mësonte teknika të ruajtjes së dokumenteve, të studionte metodat e bibliotekave evropiane, të korrespondonte me studiues të tjerë që kishin të njëjtin pasion. Dhe ngadalë, dhoma e tij në Elbasan u shndërrua në një arkiv privat, një vend ku çdo njeri që ishte i interesuar për historinë shqiptare mund të vinte dhe të gjente thesare që nuk ekzistonin askund tjetër. Por kjo punë kishte një kosto. Lev Nosi shpenzoi të gjitha kursimet e tij për këtë koleksion. Ai jetoi në varfëri, duke refuzuar madje edhe martesën sepse nuk donte që familja e tij të vuante për shkak të obsesionit të tij. A ishte kjo një sakrificë e ndershme, apo thjesht egoizmi i një njeriu që vlerësonte letrat më shumë se njerëzit? Në vitin 1912, Shqipëria shpalli pavarësinë. Ishte një moment historik, një moment që Lev Nosi e kishte ëndërruar gjithë jetën e tij. Dhe ai nuk ishte thjesht një spektator, ai ishte një nga nënshkruesit e deklaratës së pavarësisë, një nga ata njerëz që vendosën emrin e tyre në një dokument që do të ndryshonte fatin e një kombi. Por edhe në atë moment triumfi, Lev Nosi nuk harroi misionin e tij. Ai e dinte se pavarësia politike nuk mjaftonte. Shqipëria kishte nevojë për një identitet kulturor, për një histori të shkruar, për një trashëgimi që do ta lidhte të ardhmen me të kaluarën. Dhe ai vendosi që koleksioni i tij do të ishte pjesë e kësaj trashëgimie. Por jo të gjithë e shihnin punën e Lev Nosit me të njëjtin entuziazëm. Kishte njerëz në qeverinë e re që mendonin se ai ishte shumë i lidhur me të kaluarën, shumë nostalgji për kohën osmane, shumë pak i interesuar për modernizimin e vendit. Kishte të tjerë që e shihnin koleksionin e tij si një kërcënim, sepse ai përmbante dokumente që mund të kundërshtonin narrativën zyrtare që qeveria donte të krijonte. Dhe kishte edhe ata që thjesht e kishin zili për faktin se ky njeri i thjesht nga Elbasani kishte arritur të mbledhë një koleksion që ishte më i pasur se çdo bibliotekë shtetërore. Këto tensione do të rriten me kalimin e viteve dhe do të kulminojnë në një tragjedi që askush nuk mund ta parashikonte. Por para se të arrijmë në atë moment të errët, le të flasim për atë që bëri Lev Nosin vërtet të veçantë. Ai nuk ishte thjesht një koleksionist, ai ishte një studiues, një historian, një njeri që e kuptonte se çdo dokument kishte një histori, çdo letër kishte një kontekst, çdo objekt kishte një kuptim që shkonte përtej vlerës së tij materiale. Ai kaloi dekada duke studiuar këto materiale, duke shkruar shënime, duke bërë lidhje midis ngjarjeve të ndryshme, duke zbuluar modele që askush tjetër nuk i kishte parë. Dhe në këtë proces, ai zbuloi diçka që do ta shqetësonte për pjesën tjetër të jetës së tij, se historia zyrtare që po u mësohej fëmijëve në shkolla ishte e paplot, ndonjëherë madje e gabuar, dhe se kishte forca të fuqishme që donin ta mbajnë të vërtetën të fshehur. Çfarë zbuloi Lev Nosi në ato dokumente të vjetra që e bëri të kuptonte se historia zyrtare ishte një gënjeshtër? Cilat ishin ato forca që donin ta mbajnë të vërtetën të fshehur? Dhe si reagoi ai kur e kuptoi se jeta e tij mund të ishte në rrezik për shkak të asaj që e dinte? Për herë të parë në 35 vjet, një nga njerëzit që punoi në arkivat e sigurimit të shtetit gjatë viteve të 40 pranon të flasë para kamerave. Ajo që ai na tregon për ditët e fundit të Lev Nosit do të rrëzojë gjithçka që mendoni se e dini. Nga bisedat private midis oficerëve të sigurimit për atë që duhej bërë me koleksionin e tij, deri te planet e dëshpëruara të Lev Nosit për të fshehur dokumentet më të rëndësishme, deri te momenti kur ai e kuptoi se gjithçka kishte mbaruar. Një dëshmi ekskluzive që do t'ju mbaj me frymën pezull. Ky njeri, të cilin do ta quajmë thjesht dëshmitari, sepse ai ende ka frikë për sigurinë e familjes së tij, ishte një oficer i ri i sigurimit të shtetit në vitet e para pas luftës. Ai nuk ishte një nga ata që morën vendimin për të arrestuar Lev Nosin, por ai ishte atje kur ndodhi. Ai i pa gjithçka. Dhe ajo që ai pa e ndryshoi përgjithmonë mënyrën se si ai e shihte regjimin që shërbente. Unë mendoja se po luftonin për drejtësi, thot ai, zëri i tij ende i mbushur me hidhërim pas aq shumë vitesh. Por ajo që i bëm atij njeriu nuk kishte asgjë të përbashkët me drejtësinë. Ishte hakmarrja e pastër dhe më e keqja, ishte shkatërrimi i diçkaje që nuk mund të zëvendësohej kurrë. Sipas dëshmitarit, Lev Nosi kishte qenë nën survejim për vite. Regjimi i ri komunist e shihte atë si një kërcënim, jo sepse ai ishte aktiv politikisht, por sepse ai përfaqësonte një lidhje me të kaluarën që regjimi donte ta fshinte. Ata donin të fillonin nga e para, shpjegon dëshmitari. Donin të krijonin një njeri të ri, një shoqëri të re, një histori të re.
Dhe Lev Nosi, me koleksionin e tij, ishte një kujtesë e vazhdueshme se kishte një botë para komunizmit, një botë që kishte vlerë dhe kuptim. Por ajo që e bëri situatën edhe më të keqe ishte se Lev Nosi nuk ishte i gatshëm të heshte. Ai vazhdonte të fliste hapur për rëndësinë e ruajtjes së trashëgimisë kulturore, vazhdonte të kritikonte politikat që po shkatëronin monumentet historike, vazhdonte të kërkonte që koleksioni i tij të bëhej pjesë e një biblioteke kombëtare ku të gjithë do të kishin akses në të. Ai nuk e kuptoi se koha kishte ndryshuar, thot dëshmitari. Në Shqipërinë e re nuk mund të flisje hapur për gjëra të tilla. Çdo kritik e regjimit konsiderohej tradhti. Dhe Lev Nosi, me naivitetin e tij, mendonte se nëse thjesht shpjegonte rëndësinë e punës së tij, ata do ta kuptonin. Por ata nuk donin ta kuptonin. Ata donin ta heshtnin. Dhe kështu, në një mbrëmje të ftohtë të shkurtit të vitit 1946, erdhi urdhri. Lev Nosi duhej të arrestohej dhe koleksioni i tij duhej të konfiskohej. Por kishte një detaj që e bënte këtë urdhër të veçantë. Oficerët u udhëzuan të ishin veçanërisht të kujdesshëm me dokumentet, sepse disa prej tyre mund të ishin të vlefshme për regjimin. Kur oficerët e sigurimit të shtetit arritën në shtëpinë e Lev Nosit, ata e gjetën atë duke punuar në studion e tij, i rrethuar nga libra dhe dokumente. Sipas dëshmitarit, Lev Nosi nuk u habit kur i pa. Ishte sikur ai e kishte pritur këtë moment, thot ai. Ai nuk u përpoq të ikte, nuk u përpoq të fshihte asgjë. Thjesht u ngrit, i shikoi oficerët dhe tha, ju lutem, kini kujdes me dokumentet. Ato janë më të rëndësishme se jeta ime. Kjo fjali, e thënë me një qetësi të tillë në një moment kaq dramatik, e shqetësoi dëshmitarin. Unë e kuptova atëherë se ky njeri nuk ishte një armik i popullit, thot ai. Ai ishte dikush që e donte vendin e tij më shumë se sa ne të gjithë së bashku. Por ajo që ndodhi më pas ishte edhe më shqetësuese. Ndërsa oficerët filluan të mblidhnin dokumentet, Lev Nosi u përpoq të shpjegonte atyre se çfarë ishin ato, pse ishin të rëndësishme, si duheshin ruajtur. Ai fliste me një pasion të tillë, kujton dëshmitari. Ai u tregoi një dorëshkrim nga shekulli i 16, një koleksion të këngëve popullore që nuk ekzistonin askund tjetër, letra nga liderët e rilindjes kombëtare. Por oficerët nuk dëgjonin. Ata thjesht i hidhnin gjithçka në kuti, pa asnjë kujdes, pa asnjë respekt. Dhe kur Lev Nosi u përpoq të protestonte, një nga oficerët e goditi në fytyrë dhe i tha të heshte. Ajo ishte momenti kur unë e kuptova se kishim kaluar një vijë, thot dëshmitari. Ne nuk ishim më mbrojtës të popullit. Ishim bërë tiran. Lev Nosi u çua në burg atë natë dhe koleksioni i tij u transportua në një depo të sigurimit të shtetit. Por ajo që ndodhi me atë koleksion mbetet një mister edhe sot. Sipas dëshmitarit, kishte një luftë të brendshme midis atyre që donin ta ruanin koleksionin për qëllime propagandistike dhe atyre që donin ta shkatëronin plotësisht sepse e shihnin si një kërcënim ideologjik. Unë dëgjova biseda të nxehta midis oficerëve të lartë, thot ai. Disa thonin se dokumentet mund të përdoreshin për të provuar se Shqipëria kishte një histori të pasur para komunizmit dhe se kjo mund të ishte e dobishme për të fituar respektin e vendeve të tjera. Të tjerë thonin se kjo ishte pikërisht arsyeja pse duheshin shkatëruar, sepse nuk donin që populli të kujtonte se kishte pasur një jetë para regjimit. Në fund, sipas dëshmitarit, u mor një vendim kompromis, dokumentet më të vlefshme do të ruhen në arkiva sekrete, ndërsa pjesa tjetër do të shkatërohej. Por kush vendosi se cilat dokumente ishin të vlefshme dhe cilat jo? Dhe çfarë kritere përdorën? Kjo është pyetja që më ka munduar për vite, thot dëshmitari. Sepse njerëzit që morën atë vendim nuk ishin studiues, nuk ishin historian. Ishin oficer të sigurimit të shtetit që nuk kishin asnjë ide për vlerën kulturore të atyre dokumenteve. Ata thjesht zgjodhen ato që mendonin se mund të ishin të dobishme për regjimin dhe pjesën tjetër e dogjën. Dhe kështu, në një natë të vetme, qindra vite historie u kthyen në hi. Por historia nuk përfundon këtu. Sepse ndërsa Lev Nosi ishte në burg, ai vazhdoi të luftonte për koleksionin e tij. Ai shkroi letra drejtuesve të regjimit, duke u kërkuar atyre të ruanin dokumentet, duke u shpjeguar rëndësinë e tyre, duke u ofruar madje të punonte falas si kurator nëse ata do ta lejonin. Por letrat e tij nuk morën kurrë përgjigje. Ata e kishin vendosur tashmë fatin e tij, thot dëshmitari. Ai nuk ishte më një qytetar që kishte të drejta.
Ai ishte një armik i popullit dhe armiqtë e popullit nuk meritonin të dëgjoheshin. Dhe në 15 shkurt të vitit 1946, Lev Nosi vdiq në burg. Shkaqet zyrtare të vdekjes nuk janë kurrë bërë publike dhe trupi i tij nuk ju kthye kurrë familjes. A ishte vdekja e Lev Nosit një ekzekutim i planifikuar apo thjesht rezultati i kushteve të tmerrshme të burgut? A u shkatërrua vërtet koleksioni i tij apo ka dokumente që ende fshihen në arkiva sekrete? Dhe pse, pas aq shumë vitesh, qeveria shqiptare ende nuk ka hapur dosjet e plota të sigurimit të shtetit që mund të përgjigjen këto pyetje? Me një javë para vdekjes së tij, Lev Nosi pati një takim sekret që nuk shfaqet në asnjë protokoll zyrtar. Një vizitor i panjohur erdhi në burg natën, kaloi një orë në qelinë e tij dhe u largua pa përshëndetur askën. Dëshmitarët thonë se pas asaj bisede, Lev Nosi doli nga qelia i bardhë si dëbora. Çfarë ju tha atij atë natë? A ju ofrua mundësia e egzilit apo ju lexua vendimi për vdekje? Kush ishte ai njeri, një agent i huaj, një i dërguar i regjimit apo dikush shumë më i fuqishëm? Dhe pse, pas gjithë këtyre viteve, askush nuk ka guxuar të flasë për atë takim? Kjo histori na vjen nga një burim që duhet të mbetet anonim, por që ka akses në dokumente që nuk janë bërë kurrë publike. Sipas këtij burimi, vizitori ishte një oficer i lartë i sigurimit të shtetit, dikush që kishte pushtet të mjaftueshëm për të marrë vendime pa konsultuar askën. Ai erdhi në burg me një mision specifik, të vlerësonte nëse Lev Nosi mund të ishte i dobishëm për regjimin, apo nëse ai ishte një kërcënim që duhej eliminuar. Ata donin të dinin nëse ai do të bashkëpunonte, shpjegon burimi. Nëse ai do të pranonte të punonte për ta, të përdorte njohuritë e tij për të ndihmuar regjimin të kontrollonte narrativën historike. Dhe nëse ai refuzonte, atëherë fati i tij ishte i vulosur. Biseda midis Lev Nosit dhe vizitorit zgjati afërsisht një orë dhe sipas rojeve që ishin jashtë qelisë, ata dëgjuan zëra të ngritur, por nuk mund të dallonin fjalët. Ishte e qartë se po diskutonin diçka të rëndësishme, thot burimi. Por kur vizitori doli, fytyra e tij nuk tregonte asgjë. Ai thjesht u largua në heshtje dhe kurrë nuk u kthye. Ajo që ndodhi brenda asaj qelie mbetet një mister, por ajo që e dim është se pas asaj bisede, Lev Nosi ndryshoi. Sipas të burgosurve të tjerë që ishin në qelit ngjitur, ai ndaloi se ngrëni, ndaloi se foluri, ndaloi madje edhe se ecuri nëpër qeli. Ishte sikur ai kishte humbur çdo shpresë, thot një ish i burgosur që e njihte atë. Ai thjesht ulej në këndin e qelisë dhe shikonte murin, si të ishte tashmë i vdekur. Por çfarë mund t'i kishte thënë vizitori që e shkatërroi kaq shumë? Disa teori sugjerojnë se ati ju tha se koleksioni i tij ishte shkatëruar plotësisht dhe se gjithë puna e jetës së tij ishte kthyer në hi. Të tjerë besojnë se ati ju ofrua një zgjedhje e tmerrshme, të bashkëpunonte me regjimin dhe të shite koleksionin e tij të ruajtur, ose të refuzonte dhe të shite gjithçka të shkatërrohej. Dhe ka edhe ata që mendojnë se vizitori thjesht i tha të vërtetën e thjeshtë, se ai nuk do të dilte kurrë gjallë nga ai burg dhe se askush nuk do ta kujtonte emrin e tij. Çfarëdo që të ketë qenë, ajo bisedë e vrau Lev Nosin shumë para se trupi i tij të ndalonte së rrahuri. Por historia e këtij takimi sekret bëhet edhe më e çuditshme kur shqyrtojmë identitetin e mundshëm të vizitorit. Sipas disa burimeve, ky njeri nuk ishte thjesht një oficer i sigurimit të shtetit, por dikush që kishte lidhje me inteligjencën e huaj. Kishte thashë theme në atë kohë, thot burimi ynë, se disa forca të huaja ishin të interesuara për koleksionin e Lev Nosit. Jo për vlerën e tij kulturore, por për informacionin që mund të përmbante për strukturat e pushtetit në Shqipëri, për lidhjet midis familjeve të vjetra aristokrate, për sekretet që mund të përdoreshin për qëllime politike. Nëse kjo është e vërtet, atëherë Lev Nosi nuk ishte thjesht një viktimë e regjimit komunist, por një pion në një lojë shumë më të madhe, një lojë që përfshinte forca që shkojnë përtej kufive të Shqipërisë. Ka edhe një teori tjetër, më e errët dhe më shqetësuese. Disa besojnë se vizitori nuk erdhi për të biseduar me Lev Nosin, por për ta helmuar atë. Vdekja e tij ishte shumë e papritur, shpjegon një ish mjek i burgut që dëshiron të mbetet anonim. Një ditë ai ishte relativisht mirë dhe ditën tjetër ishte i vdekur. Nuk kishte shenja të dhunës fizike, nuk kishte sëmundje të dukshme. Ishte sikur trupi i tij thjesht kishte ndaluar së funksionuari. Kur mjeku kërkoi të bënte një autopsi për të përcaktuar shkakun e vdekjes, kërkesa e tij u refuzua nga autoritetet. Më thanë se nuk ishte e nevojshme, thot ai.
se Lev Nosi kishte vdekur nga shkaqe natyrale dhe se trupi duhej të varrohej menjëherë. Por unë e dija se kishte diçka të gabuar. Askush nuk vdes kaq papritur pa një arsye. Nëse Lev Nosi vërtet u helmua, atëherë kush dha urdhrin? Dhe pse? A ishte sepse ai refuzoi të bashkëpunonte me regjimin? A ishte sepse ai e dinte shumë dhe konsiderohej një kërcënim për sigurinë e shtetit? Apo ishte thjesht sepse ekzistenca e tij ishte një kujtesë e vazhdueshme e një bote që regjimi donte ta harronte? Këto pyetje mbeten pa përgjigje, por ajo që e dim është se vdekja e Lev Nosit nuk ishte një incident i izoluar. Në vitet pas luftës, qindra intelektual, artist dhe studiues u arrestuan, u burgosën ose u zhdukën në rrethana të dyshimta. Dhe shumë prej tyre kishin një gjë të përbashkët, ata të gjithë përfaqësonin një lidhje me të kaluarën që regjimi donte ta fshinte. Por le të kthehemi te koleksioni. Sepse edhe pse Lev Nosi vdiq, pyetja për atë që ndodhi me dokumentet e tij mbetet. Sipas burimeve tona, jo të gjitha dokumentet u shkatëruan. Disa prej tyre u transferuan në arkivin qendror të shtetit, ku u klasifikuan si sekret dhe u mbyllën për publikun. Të tjera u dërguan në muzeu kombëtar, por pa asnjë etiketë që tregonte se kishin qenë pjesë e koleksionit të Lev Nosit. Dhe ka edhe thashë theme se disa nga dokumentet më të vlefshme u vjedhen nga oficerë të korruptuar dhe u shitën në tregun e zi ndërkombëtar. Unë e di për një fakt, thot një ish punonjes i arkivit qendror, se disa dokumente nga koleksioni i Lev Nosit përfunduan në duart e koleksionistëve privat në Evropën perëndimore. Si arritën aty? Kush i shiti? Këto janë pyetje që askush nuk ka guxuar t'i bëjë. Dhe kështu, trashëgimia e Lev Nosit u shpërnda në erë. Disa pjesë u ruajtën, por pa asnjë njohje për njeriun që i kishte mbledhur. Disa u shkatëruan, duke humbur përgjithmonë informacion që nuk mund të zëvendësohet kurrë. Dhe disa u vjedhen, duke përfunduar në koleksione private ku askush nuk mund t'i studiojë. Por ndoshta humbja më e madhe nuk ishte materiale, por simbolike. Sepse duke shkatëruar koleksionin e Lev Nosit, regjimi dërgoi një mesazh të qartë, se e kaluara nuk kishte vlerë, se kultura nuk kishte rëndësi, se individët që guxonin të mendonin ndryshe do të fshiheshin nga historia. Dhe ky mesazh pati një efekt të ftohtë në gjithë shoqërinë. Njerëzit ndaluan së mbledhuri dokumente të vjetra, ndaluan së studiuari historinë, ndaluan madje edhe së foluri për të kaluarën, sepse kishin frikë se do të përfundonin si Lev Nosi. Por historia ka një mënyrë për t'u rikthyer. Edhe pse regjimi u përpoq ta fshinte Lev Nosin nga kujtesa kolektive, emri i tij nuk u harrua plotësisht. Kishte njerëz që e kujtonin atë, që tregonin histori për të, që ruanin kujtimin e punës së tij. Dhe kur regjimi komunist ra në fillim të viteve 90, filloi një proces i ngadaltë i rikuperimit të historisë së humbur. Studiues filluan të kërkojnë në arkiva, të intervistojnë dëshmitar, të rivendosin pjesët e shpërndara të koleksionit të Lev Nosit. Dhe ngadalë, një imazh filloi të dalë, imazhi i një njeriu që dha gjithçka për të ruajtur kujtesën e një kombi, por që vetë u harrua nga historia zyrtare. Sot, më shumë se 75 vjet pas vdekjes së tij, Lev Nosi po fillon të merr njohjen që meriton. Libra janë shkruar për të, ekspozita janë organizuar në nderim të tij, dhe disa nga dokumentet që ai mblodhi janë bërë pjesë e trashëgimisë kombëtare. Por ende ka shumë që nuk e dim. Ende ka dokumente që nuk janë gjetur, ende ka pyetje që nuk kanë përgjigje, ende ka sekrete që presin të zbulohen. Dhe ndoshta kjo është trashëgimia e vërtetë e Lev Nosit, jo thjesht dokumentet që ai mblodhi, por pyetjet që ai na la, pyetjet që na sfidojnë të kërkojmë të vërtetën, të mos harrojmë të kaluarën, të vlerësojmë atë që kemi para se të jetë shumë vonë. A do të gjejmë ndonjëherë të gjitha dokumentet që Lev Nosi mblodhi? A do të mësojmë ndonjëherë të vërtetën e plotë për atë që ndodhi me të në ato ditë të fundit? A do të nderohet ndonjëherë siç meriton, jo vetëm si një koleksionist, por si një hero që sakrifikoi gjithçka për të ruajtur identitetin e një kombi? Këto janë pyetjet që ne duhet të vazhdojmë t'i bëjmë, sepse duke i bërë këto pyetje, ne e mbajmë gjallë kujtimin e tij, dhe duke e mbajtur gjallë kujtimin e tij, ne e mbajmë gjallë shpresën se e vërteta, në fund, do të triumfojë. Deri në çastin e fundit kam besuar se do të shpëtonim, thot një ish oficer nga roja personale e Lev Nosit, duart ende duke i rënë në dridhje pas 35 vitesh. Çfarë e dinte ky njeri që ne nuk e dim? Këtë mbrëmje, 3 ish antar të rrethit të brendshëm të sigurimit të shtetit flasin për herë të parë për sekretet që i kanë mbajtur për dekada të tëra.
Zbulimi i tyre do të ndryshojë gjithçka që mendoni se e dini për ditët e fundit të regjimit. Një prej tyre, një grua që punonte si sekretare në zyrën e drejtorit të sigurimit, tregon se si ajo pa me sytë e saj një listë të shkruar me dorë që përmbante emrat e 15 intelektualëve që duheshin neutralizuar, para se të fillonte viti i ri. Emri i Lev Nosit ishte i pari në atë listë, me një shënim të kuq në anë që thoshte: prioritet absolut, koleksioni duhet sekuestruar para se të transferohet. Kjo grua, që sot jeton në një fshat të largët dhe që pranoi të flasë vetëm me kusht që të mbetet anonime, thotë se ajo e kopjoi atë listë në fshehtësi dhe e fshiu për vite, duke ditur se një ditë do të duhej të dëshmonte për atë që kishte parë. Por pyetja që e ka munduar për gjithë këto vite është kjo: kush e shkroi atë listë? Kush vendosi se këta njerëz duheshin eliminuar? Dhe më e rëndësishmja, çfarë e bëri Lev Nosin aq të rrezikshëm saqë emri i tij ishte i pari? Sipas kësaj gruaje, që do ta quajmë thjesht dëshmitarja e dytë, vendimi për të arrestuar Lev Nosin nuk erdhi nga nivelet e ulta të sigurimit të shtetit, por nga vetë maja e pushtetit. Ajo kujton se si një mbrëmje, në fund të janarit të vitit 1946, një kurier special erdhi në zyrë me një zarf të vulosur me dyllin e kuq të Komitetit Qendror. Brenda ishte një ordër i shkurtër, i shkruar në vetëm 3 rreshta, por që përcaktoi fatin e Lev Nosit. Subjekti Lev Nosi konsiderohet kërcënim për sigurinë e shtetit. Arrestimi të kryhet brenda 7 ditëve. Koleksioni të inventarizohet dhe të transferohet në kontroll shtetëror. Ajo që e bëri këtë urdhër veçanërisht të frikshëm ishte mungesa e çdo justifikimi. Nuk kishte akuza specifike, nuk kishte prova të paraqitura, nuk kishte as madje një shpjegim për atë që e bënte Lev Nosin një kërcënim. Ishte sikur vetë ekzistenca e tij ishte krimi. Por dëshmitarja e dytë tregon diçka edhe më shqetësuese. Ajo thotë se pak ditë para se të vinte urdhri zyrtar, ajo dëgjoi një bisedë midis 2 oficerëve të lartë që po diskutonin problemin Nosi. Njëri prej tyre, një burr me gradë të lartë që kishte qenë në pushtet që nga lufta, tha diçka që e ngriu gjakun: problemi nuk është vetëm ai. Problemi është se ka njerëz që e mbështesin, që e vizitojnë, që e konsiderojnë një hero. Nëse ne thjesht e arrestojmë, do të bëjmë një martir prej tij. Duhet ta diskreditojmë para se ta eliminojmë. Dhe kështu filloi një fushatë e fshehtë për të shkatëruar reputacionin e Lev Nosit para se të shkatërrohej vetë ai. U përhapën thashë theme se ai kishte bashkëpunuar me italianët gjatë pushtimit, se ai kishte fshehur dokumente që provonin korrupsionin e liderëve të vjetër, se ai kishte marrë para nga agjenci të huaja për të shitur artefakte kombëtare. Asnjë nga këto akuza nuk ishte e vërtetë, por ato nuk duhej të ishin të vërteta. Ato thjesht duhej të krijonin dyshim, të mbjellnin frikë, të bënin që njerëzit të largoheshin prej tij. Dhe strategjia funksionoi. Brenda pak javësh, vizitorët që më parë vinin rregullisht në shtëpinë e Lev Nosit filluan të ralloheshin. Miqtë e vjetër ndaluan së përshëndetur atë në rrugë. Madje disa nga studentët që ai kishte ndihmuar me kërkimet e tyre filluan të mohonin se e njihnin. Ishte e tmerrshme për t'u parë, thotë dëshmitarja e dytë. Ky njeri që kishte kushtuar gjithë jetën e tij për të ndihmuar të tjerët, që kishte hapur shtëpinë e tij për çdo studiues që kishte nevojë për informacion, papritur u gjeti izoluar, i braktisur, i vetmuar. Dhe e më e keqja ishte se ai e kuptoi se çfarë po ndodhte. Ai e pa se po e izolonin qëllimisht, por nuk kishte asgjë që mund të bënte për ta ndaluar. Në një nga letrat e fundit që ai shkroi para arrestimit, një letër që u gjet më vonë në arkivat e sigurimit të shtetit, Lev Nosi shkroi: "E di se po vin për mua. E di se nuk kam shumë kohë. Por nuk kam frikë për veten time. Kam frikë për atë që do të ndodhë me punën e jetës sime, me dokumentet që kam ruajtur me aq kujdes. Nëse dikush po lexon këtë letër në të ardhmen, ju lutem, gjeni ato dokumente. Mos lejoni që ato të humbasin." Por ndërsa regjimi po planifikonte arrestimin e Lev Nosit, ai vetë po bënte planet e tij. Sipas disa burimeve, ai e kishte kuptuar se koha po i mbaronte dhe kishte filluar të marrë masa për të mbrojtur pjesët më të vlefshme të koleksionit të tij. Një ish-fqinj që jeton ende dhe që pranoi të flasë me kusht anonimiteti, tregon se në javët para arrestimit, Lev Nosi filloi të sillte në shtëpi kuti të vogla në orët e vona të natës. "Unë e shija nga dritarja", thot ky fqinj. Ai vinte rreth mesnatës, duke mbajtur një kuti nën krah dhe hynte shpejt në shtëpi. Pastaj, pas një ore ose dy, ai dilte përsëri, por pa kuti. Unë nuk e pyeta kurrë se çfarë po bënte, sepse në atë kohë ishte e rrezikshme të bëje pyetje.
Por tani, duke menduar për të, unë besoj se ai po fshite dokumente diku, duke shpresuar se një ditë dikush do t'i gjente. Kjo teori mbështetet nga një zbulim i bërë në vitet 90, kur gjatë rinovimit të një shtëpie të vjetër në qendër të Tiranës, punëtorët gjetën një kuti metalike të fshehur në dysheme. Brenda ishin 32 dokumente, të gjitha të vullosura me vulën personale të Lef Nosit dhe një letër e shkruar me dorën e tij që shpjegonte se këto ishin dokumentet më të çmuara nga koleksioni im, të fshehura këtu në shpresën se një ditë do të gjenden nga dikush që do t'i vlerësoj. Dokumentet përfshinin dorëshkrime nga shekulli i 17, letra nga lider të rilindjes kombëtare dhe një koleksion të rrallë të këngëve popullore që nuk ekzistonin askund tjetër. Por pyetja që mbetet është, nëse Lef Nosi fshiu këto 32 dokumente, sa kuti të tjera fshiu ai? Dhe ku janë ato sot? A janë ende të fshehura në dysheme të vjetra, duke pritur të zbulohen? Apo u gjetën nga sigurimi i shtetit dhe u shkatëruan? Ka një histori tjetër, edhe më intriguese, që vjen nga një burim që pretendon se ishte pjesë e ekipit që kreu bastisjen në shtëpinë e Lef Nosit. Ky njeri, që do ta quajmë dëshmitari i tretë, thotë se kur ata hynë në shtëpi, ata gjetën diçka të çuditshme, një dhomë e tërë ishte pothuajse e zbrazët. Ishte e qartë se kishte pasur diçka atje, thotë ai. Kishte shenja në dysheme ku kishin qëndruar rafte, kishte vrima në mure ku kishin qenë varur tabela, kishte madje edhe pluhur që tregonte se diçka e madhe ishte lëvizur kohët e fundit. Por dhoma ishte e zbrazët. Ku kishin shkuar të gjitha ato gjëra? Oficerët e pyetën Lef Nosin, por ai refuzoi të përgjigjej. Ai thjesht buzëqeshi, kujton dëshmitari i tretë, një buzëqeshje e trishtuar, por edhe e kënaqur, sikur ai e dinte diçka që ne nuk e dinim. Dhe kjo na çmendi. Ne e kërcënuam, u përpoqëm ta frikësuam, por ai nuk foli kurrë. Kjo dhomë e zbrazët u bë një obsesion për sigurimin e shtetit. Ata e pyetën çdo person që kishte vizituar Lef Nosin në muajt e fundit, por askush nuk dinte asgjë. Ata kontrolluan të gjitha shtëpitë e miqve dhe të afërmve të tij, por nuk gjetën asgjë. Ata madje shkuan aq larg sa të gërmonin në oborrin e shtëpisë së tij, duke shpresuar se ai kishte varrosur dokumentet, por përsëri asgjë. Ishte sikur ato dokumente kishin zhdukur në ajër, thotë dëshmitari i tretë. Dhe kjo na tregoi se Lef Nosi nuk ishte thjesht një koleksionist i thjeshtë. Ai ishte një njeri i zgjuar që kishte planifikuar përpara, që kishte marrë masa për të mbrojtur atë që e vlerësonte më shumë se jetën e tij. Por nëse dokumentet nuk ishin në shtëpinë e tij, nuk ishin të miqtë e tij, nuk ishin të varrosura në obor, atëherë ku ishin? Kjo pyetje e ka munduar sigurimin e shtetit për vite dhe vazhdon të jetë një mister edhe sot. Por le të flasim për diçka që shpesh harrohet kur diskutojmë për Lef Nosin, koston personale të obsesionit të tij. Sepse ndërsa ai po kushtonte çdo minutë të jetës së tij për të ruajtur dokumentet, ai po sakrifikonte gjithçka tjetër. Ai nuk u martua kurrë, nuk pati kurrë fëmijë, nuk ndërtoi kurrë një karrierë që do t'i siguronte stabilitet financiar. Ai jetoi në varfëri, duke shpenzuar çdo lek që fitonte për të blerë ose për të ruajtur dokumente. Ai refuzoi oferta pune që do t'i kishin dhënë një jetë të rehatshme, sepse ato do ta kishin larguar nga puna e tij. Ai madje largoi miq dhe familje që nuk e kuptonin pasionin e tij, që mendonin se ai po humbte kohën e tij me letra të vjetra pa vlerë. A ishte kjo një sakrificë e ndershme, apo ishte një formë e obsesionit që shkoi shumë larg? Një kushërirë e largët e Lef Nosit, që ishte fëmijë kur ai vdiq, kujton se si familja fliste për të me një përzierje respekti dhe hidhërimi. Ata e admironin atë për pasionin e tij, thot ajo, por gjithashtu ishin të mërzitur se ai kishte zgjedhur dokumentet mbi familjen. Nëna ime më tregoi se si gjyshi im, vëllai i Lef Nosit, kishte tentuar ta bindë atë të merrte një punë normale, të krijonte një familje, të jetonte një jetë normale. Por Lef Nosi refuzoi. Ai tha se kishte një mision që ishte më i rëndësishëm se lumturia personale, se ai po punonte për diçka që do të përfitonte brezat e ardhshëm, edhe nëse ai vetë nuk do të shite kurrë frytet e punës së tij. Kjo përkushtim absolute ndaj një qëllimi më të lartë është diçka që na bën të pyesim. A do të ishim ne të gatshëm të bënim të njëjtin sakrificë? A do të jepnim gjithçka për diçka që besojmë, edhe nëse kjo do të thotë të jetojmë në varfëri, të jemi të izoluar, të vdesim të harruar? Por ndoshta sakrifika më e madhe e Lef Nosit nuk ishte materiale, por emocionale. Sepse ai jetoi gjithë jetën e tij duke ditur se puna e tij nuk vlerësoi, se shumica e njerëzve e shihnin atë si një eksentrik, se regjimi e konsideronte një kërcënim.
Ai jetoi me frikën e vazhdueshme se një ditë do të vinin për të, se do ta arrestonin, se do ta merrnin gjithçka që ai kishte punuar për të ndërtuar. Dhe kjo frikë nuk ishte e pabazuar. Ai e dinte se kishte të tjerë para tij që kishin vuajtur fatin e njëjtë, intelektual që ishin arrestuar, studiues që ishin zhdukur, koleksionistë që kishin parë punën e jetës së tyre të shkatëruar. Dhe megjithatë, ai vazhdoi. Ai nuk u largua, nuk u fsheh, nuk ndaloi së punuari. Pse? Çfarë e mbajti atë duke vazhduar edhe kur e dinte se fundi ishte i pashmangshëm? Ndoshta përgjigjja gjendet në një nga letrat e fundit që ai shkroi, një letër që u gjet në arkivat e sigurimit të shtetit dhe që tani ruhet në arkivin kombëtar. Në atë letër, Lev Nosi shkroi: "Njerëzit më pyesin pse vazhdoj, pse nuk ndaloj, pse nuk shpëtoj veten time ndërsa ende kam kohë. Por ata nuk e kuptojnë se unë nuk po punoj për veten time. Unë po punoj për ata që do të vinë pas meje, për fëmijët që do të lindin në një Shqipëri të lirë, për studiuesit që do të duan të kuptojnë se nga vinë. Nëse unë ndaloj tani, nëse unë shpëtoj veten time duke braktisur këtë punë, atëherë gjithçka që kam bërë deri tani do të ketë qenë e kollë. Dhe unë nuk mund ta lejoj këtë. Unë nuk mund të jem njeriu që laqe historia e një kombi të humbast sepse kisha frikë për jetën time." Këto fjalë, të shkruara me një dorë që duket se dridhej nga emocionet, na japin një pamje të rrallë në mendjen e Lev Nosit në ditët e tij të fundit. Ato na tregojnë një njeri që nuk ishte naiv, që e kuptonte plotësisht rrezikun që po përballonte, por që kishte bërë një zgjedhje të vetëdijshme për të vazhduar megjithatë. Ato na tregojnë një njeri që kishte një vizion për të ardhmen, një vizion ku e kaluara nuk do të harrohej, ku kultura do të vlerësohej, ku brezat e ardhshëm do të kishin akses në trashëgiminë e tyre. Dhe ato na sfidojnë të pyesim veten: a kemi ne të njëjtin guxim? A do të ishim ne të gatshëm të rrezikojmë gjithçka për diçka që besojmë, edhe nëse kjo do të thotë të paguajmë çmimin më të lartë? Çfarë ndodh kur një njeri që ka kushtuar gjithë jetën e tij për të ruajtur historinë papritur e kupton se vetë historia e tij po fshihet? Kjo është pyetja që e mundoi Lev Nosin në ditët e fundit të jetës së tij. Sipas dëshmive të burgosurve të tjerë që ishin në të njëjtin burg, Lev Nosi kaloi javët e fundit duke shkruar. Ai kërkoi letër dhe laps nga rojet dhe kur ato ju refuzuan, ai filloi të shkruante në skajet e gazetave të vjetra që gjente në qeli, duke përdorur një copë qymyri që kishte gjetur në këndin e murit. Ai shkruante çdo ditë, kujton një ish i burgosur. Ndonjëherë për orë të tëra. Dhe kur ne e pyetëm se çfarë po shkruante, ai tha se po shkruante një katalog të kujtesës, një listë të gjitha dokumenteve që ai kishte mbledhur me përshkrime të detajuara për secilin, në mënyrë që edhe nëse dokumentet humbshin, të paktën do të kishte një regjistër të asaj që kishte ekzistuar. Por ky katalog i kujtesës nuk u gjet kurrë. Kur Lev Nosi vdiq, qelia e tij u pastrua menjëherë dhe çdo gjë që ai kishte shkruar u mblodh dhe u dërgua në arkivat e sigurimit të shtetit. Dhe atje, sipas burimeve tona, ato shkrime u klasifikuan si material i rrezikshëm dhe u vendosën në një dosje që nuk është hapur kurrë për publikun. Unë e pash atë dosje një herë, thot një ish punonjës i arkivave. Ishte e trash, plot me fletë të shkruara me një shkrim të vogël, të dendur. Por kur kërkova ta lexoja, më thanë se nuk kisha autorizim. Dhe kur pyeta pse, më thanë se ajo dosje përmbante informacion që mund të dëmtonte sigurinë e shtetit. Por si mund të dëmtonte sigurinë e shtetit një listë e dokumenteve historike? Kjo nuk kishte kuptim, përveç nëse ata kishin frikë se ajo listë do të provonte se ata kishin shkatëruar diçka të paçmuar. Kjo frikë e regjimit për atë që Lev Nosi kishte shkruar na tregon diçka të rëndësishme, se edhe në vdekje ai konsiderohej një kërcënim. Sepse nëse ai kishte lënë pas një regjistër të plotë të koleksionit të tij, atëherë një ditë dikush mund ta përdorte atë regjistër për të provuar se regjimi kishte shkatëruar qëllimisht trashëgimi kulturore. Dikush mund ta përdorte për të kërkuar llogari, për të kërkuar drejtësi, për të kërkuar që dokumentet e humbura të gjenden ose të kompensohen. Dhe kjo ishte diçka që regjimi nuk mund ta lejonte. Kështu që ata e fshehin atë dosje, e mbyllën atë në një arkiv sekret dhe shpresuan se askush nuk do ta gjente kurrë. Por sekretet kanë një mënyrë për t'u zbuluar. Në vitet pas rënies së komunizmit, kur arkivat e sigurimit të shtetit filluan të hapen ngadalë për publikun, disa studiues filluan të kërkojnë për dosjen e Lev Nosit. Ata e dinin se ajo ekzistonte, sepse kishte referenca për të në dokumente të tjera. Por çdo herë që ata kërkonin ta shihnin, u thuhej se ajo ishte e humbur ose e dëmtuar ose ende e klasifikuar për arsye sigurie.
Ishte frustruese, thot një historiane që ka kaluar vite duke kërkuar për atë dosje. Sepse ne e dinim se ajo ishte atje diku në ato arkiva, por askush nuk na lejonte ta shihnim. Dhe sa më shumë që ata refuzonin, aq më shumë ne dyshojmë se ajo dosje përmban diçka që ata nuk duan që ne ta dim. Në vitin 2010, një grup studiuesish vendosi të bëjë një kërkesë zyrtare për hapjen e dosjes së Lev Nosit, duke argumentuar se kishte kaluar më shumë se 60 vjet nga vdekja e tij dhe se nuk kishte asnjë arsye legjitim për ta mbajtur atë të klasifikuar. Kërkesa u refuzua. Kur ata pyetën pse, u thanë se dosja përmbante informacion që mund të dëmtonte marrëdhëniet ndërkombëtare të Shqipërisë. Por si mund të dëmtonte marrëdhëniet ndërkombëtare një dosje për një koleksionist që vdiq në vitet e 40? Kjo shpjegim nuk kishte kuptim, përveç nëse dosja përmbante diçka më shumë se thjesht një katalog të dokumenteve. Ndoshta ajo përmbante emrat të njerëzve që kishin bashkëpunuar në shkatërimin e koleksionit, njerëz që ishin ende gjallë ose që kishin pasardhës të fuqishëm. Ndoshta ajo përmbante prova se disa nga dokumentet nuk ishin shkatëruar, por ishin vjedhur dhe shitur në tregun e zi. Ndoshta ajo përmbante diçka që do të detyronte qeverinë të pranonte përgjegjësi për një krim kulturor që ata kishin tentuar të fshinin për dekada. Por le të kthehemi te vet Lev Nosi, te ditët e tij të fundit në atë qeli të ftohtë. Sipas dëshmive, ai nuk u ankua kurrë për kushtet, nuk kërkoi kurrë trajtim të veçantë, nuk u përpoq kurrë të negocionte për lirinë e tij. Ai thjesht vazhdoi të shkruante, të kujtonte, të katalogonte. Ishte sikur ai kishte pranuar fatin e tij, thot një ish i burgosur. Por ai nuk kishte pranuar humbjen e punës së tij. Ai luftoi deri në fund për të siguruar që të paktën kujtimi i asaj pune do të mbijetonte. Dhe në një mënyrë të çuditshme, ai ja arriti. Sepse edhe pse dokumentet fizike mund të jenë humbur, edhe pse dosja e tij mund të jetë e fshehur, historia e Lev Nosit ka mbijetuar. Ajo ka kaluar nga goja në gojë, nga një brez në tjetrin, nga dëshmitarët që e njohin atë të studiuesit që kërkojnë të kuptojnë të kaluarën. Por a është kjo mjaft? A është mjaft që të kujtojmë një njeri, nëse nuk mund të shohim punën që ai bëri? A është mjaft që të dimë se ai ekzistoi, nëse nuk mund të aksesojmë dokumentet që ai ruajti? Këto janë pyetje që ne duhet t'i bëjmë vetes, sepse ato na sfidojnë të mendojmë për atë që vërtet do të thotë të ruash historinë. A është historia thjesht një koleksion faktesh dhe datash, apo është diçka më e thellë, diçka që jeton në kujtesën kolektive, diçka që kalon nga një brez në tjetrin edhe kur dokumentet fizike humbasin? Dhe nëse historia është vërtet diçka që jeton në kujtesë, atëherë ndoshta Lev Nosi nuk dështoi. Ndoshta ai ja arriti misionit të tij, sepse ne ende po flasim për të, ende po kërkojmë për punën e tij, ende po pyesim pyetje për atë që ndodhi. Pak njerëz e dinë se shoku suprem, ateist i bindur në publik, dridhej para mallkimeve dhe parashikimeve. Në arkivat personale të drejtorit të sigurimit të shtetit u gjet një shënim për një vizitë sekrete te një fallxhore nga malet e veriut, vetëm një vit para vdekjes së Lev Nosit. Çfarë i tha ajo grua? Pse drejtori filloi papritur të ndryshonte rojet e burgut pas asaj vizite? Sot zbulojmë fytyrën mistike dhe paranoike të regjimit. Sipas një burimi që ka pasur akses në arkivat e mbyllura, fallxhoria i tha drejtorit se një njeri i vjetër me duar plot me shkronja do të sjellë mjerimin e tij. Drejtori, i tronditur nga kjo parashikim, menjëherë mendoi për Lev Nosin, i cili në atë kohë ishte nën survejim. Ai urdhëroi që survejimi të intensifikohej dhe që çdo lëvizje e Lev Nosit të raportohej direkt tek ai. Por historia bëhet edhe më e çuditshme. Sipas të njëjtit burim, drejtori filloi të shohë ëndra të çuditshme pas asaj vizite. Ai ëndërronte se po ecte nëpër një bibliotekë të madhe, plot me libra të vjetër, dhe se çdo herë që ai tentonte të merrte një libër, ai shkatërrohej në duart e tij, duke u kthyer në pluhur. Dhe në fund të çdo ëndre, ai shihte një figurë të vjetër që qëndronte në errësirë, duke e shikuar me një shprehje të trishtuar. Kur ai zgjohej, ai ishte i mbuluar me djersë dhe nuk mund të flinte përsëri. Ai u bëi obsesionuar me këtë ëndër, thot burimi. Ai filloi të besonte se figura në ëndër ishte Lev Nosi, dhe se ai po e mallkonte atë për atë që kishte bërë. Dhe kjo paranojë e shtyu atë të marrë vendime që ishin edhe më të ashpra se ato që kishte marrë më parë. Kjo anë mistike e regjimit është diçka që rrallë diskutohet, por që ishte shumë reale për ata që jetonin në atë kohë. Shumë nga liderët e regjimit, edhe pse zyrtarisht ateist, kishin besime të fshehta në fuqi të padukshme, në mallkime, në parashikime.
Dhe kjo paranoj shpesh ndikonte në vendimet që ata merrnin. Në rastin e Lev Nosit, kjo paranoj mund të ketë luajtur një rol në vendimin për të arrestuar atë. Sepse nëse drejtori vërtet besonte se Lev Nosi kishte fuqi për ta mallkuar atë, atëherë eliminimi i tij nuk ishte thjesht një çështje politike, por një çështje ekzistenciale. Ai duhej të eliminohej jo vetëm sepse ishte një kërcënim për regjimin, por sepse ishte një kërcënim për vetë shpirtin e drejtorit. Por a kishte Lev Nosi vërtet ndonjë fuqi mistike? Natyrisht që jo. Ai ishte një njeri i thjesht, një studiues, një koleksionist. Por në mendjen e një njeriu paranojak, çdo gjë mund të bëhet një kërcënim. Dhe kjo na tregon diçka të rëndësishme për natyrën e pushtetit totalitar, se ai nuk bazohet vetëm në forcë fizike, por edhe në frikë psikologjike. Liderët e tillë jetojnë në një gjendje të vazhdueshme frike, duke parë kërcënime kudo, duke besuar se të gjithë janë kundër tyre, duke u përpjekur të kontrollojnë çdo aspekt të jetës së njerëzve sepse ata kanë frikë se nëse nuk e bëjnë, ata do të humbasin pushtetin. Dhe në këtë kontekst, një njeri si Lev Nosi, që refuzonte të kontrollohej, që insistonte në të drejtën e tij për të menduar dhe për të vepruar në mënyrë të pavarur, bëhej një kërcënim ekzistencial. Ka edhe një histori tjetër, më pak të njohur, që lidhet me anën mistike të kësaj historie. Sipas disa burimeve, Lev Nosi vetë kishte një interes për folklorin dhe për besimet popullore. Ai kishte mbledhur një koleksion të madh të legjendave, të këngëve magjike, të recetave të vjetra për mbrojtje nga e keqja. Dhe disa njerëz besojnë se ai përdori këto njohuri për të mbrojtur veten dhe koleksionin e tij. Kishte thashë theme, thot një ish fqinj, se Lev Nosi kishte vendosur mbrojtje magjike në shtëpinë e tij, se ai kishte fshehur dokumente në vende që ishin të bekuara nga pleq të fshatit, se ai kishte marrë masa për të siguruar që edhe nëse ai vdiste, puna e tij do të mbrojej nga forca të padukshme. Natyrisht, këto janë vetëm thashë theme, dhe nuk ka asnjë provë që të mbështesë këto pretendime. Por fakti që këto thashë theme ekzistojnë na tregon se Lev Nosi kishte bërë një përshtypje të tillë në njerëzit që e njihnin, saqë ata ishin të gatshëm të besonin se ai kishte fuqi që shkojnë përtej asaj që shihet. Por le të kthehemi te realiteti. Lev Nosi nuk kishte fuqi magjike. Ai kishte diçka shumë më të fuqishme, ai kishte njohuri, ai kishte përkushtim, ai kishte një vizion për të ardhmen. Dhe këto gjëra, në duart e duhura, janë më të fuqishme se çdo magji. Sepse njohuritë nuk mund të shkatërrohen me forcë fizike. Ato mund të transmetohen, të ndahen, të ruhen në kujtesën e njerëzve. Përkushtimi nuk mund të thyet me kërcënime. Ai rritet më i fortë sa më shumë që përballon rezistencë. Dhe vizioni për të ardhmen nuk mund të vritet me plumba. Ai jeton në zemrat e atyre që besojnë në të dhe kalon nga një brez në tjetrin, duke frymëzuar njerëz të rinj për të vazhduar luftën. Dhe kjo është trashëgimia e vërtet e Lev Nosit. Jo dokumentet që ai mblodhi, edhe pse ato ishin të rëndësishme. Jo koleksioni që ai krijoi, edhe pse ai ishte i paçmuar. Por ideja që ai përfaqësonte, ideja se e kaluara ka vlerë, se kultura duhet ruajtur, se çdo brez ka përgjegjësinë për t'u siguruar që brezat e ardhshëm të kenë akses në trashëgiminë e tyre. Kjo ide jetoi para Lev Nosit, jetoi gjatë jetës së tij dhe vazhdon të jetojë edhe sot, shumë vite pas vdekjes së tij. Dhe sa kohë që kjo ide jeton, Lev Nosi nuk ka vdekur vërtet. Ai jeton në çdo studiues që kërkon të kuptojë të kaluarën, në çdo person që vlerëson kulturën, në çdo njeri që beson se historia duhet ruajtur për brezat e ardhshëm. Por pyetja që mbetet është kjo: apo bëjmë mjaft për të nderuar këtë trashëgimi? Apo kërkojmë me mjaft zell për dokumentet e humbura? Apo hapim arkivat që ende mbahen të mbyllura? Apo kërkojmë llogari nga ata që shkatëruan punën e Lev Nosit? Apo po e lëm historinë të përsëritet duke lejuar që trashëgimia kulturore të shkatërohet përsëri, këtë herë jo nga regjime totalitare, por nga neglizhenca, nga mungesa e fondeve, nga mungesa e interesit? Këto janë pyetje që ne duhet t'i bëjmë vetes, sepse përgjigjja që u japim këtyre pyetjeve do të përcaktojë nëse sakrifica e Lev Nosit kishte vlerë, apo nëse ai vdiq për asgjë. Imagjinoni se jeni një nga 12 njerëzit që dinin gjithçka për Lev Nosin, çdo sekret mjekësor, çdo plan evakuimi, çdo tunel të fshehur nën Tiranë. Tani imagjinoni se duhet të zgjidhni, të ruani besnikërinë tuaj ose të shpëtoni jetën tuaj. Në 15 shkurt të vitit 1946, këta njerëz bën zgjedhjen që ndryshoi historinë e Shqipërisë. Çfarë i shtyu ata të tradhtojnë shefin e tyre suprem?
Një prej tyre, një mjek që punonte në shërbimin mjekësor të burgut, tregon sot për herë të parë se si ai u detyrua të zgjedh midis betimit të Hipokratit dhe urdhrit të regjimit. Më thanë se nëse nuk bashkëpunonja, familja ime do të vuante, thot ai, zëri ende i mbushur me fajsi pas 75 vitesh. Por ajo që më kërkuan të bëja shkonte kundër çdo gjëje që kisha besuar gjithë jetën time. Ky mjek, që do ta quajmë dëshmitari mjekësor, ishte një nga pak njerëzit që kishte akses të drejt të Lev Nosi në ditët e fundit. Ai e pa atë çdo ditë, e kontrolloi shëndetin e tij dhe ishte dëshmitari diçkaje që e ka munduar për dekada, shkatërimit të ngadaltë të një njeriu që dikur kishte qenë plot jetë dhe pasion. Sipas dëshmitarit mjekësor, kur Lev Nosi arriti në burg, ai ishte ende relativisht i shëndetshëm për moshën e tij. Ai ishte 69 vjeç, por kishte një energji që të habite, kujton ai. Ai ecte drejt, fliste qartë, mendja e tij ishte e mprehtë si brisk. Por brenda pak javësh, unë fillova të shija ndryshime shqetësuese. Ndryshimet nuk ishin vetëm fizike, por edhe psikologjike. Lev Nosi filloi të humbte peshë me shpejtësi alarmante. Fytyra e tij u bë e verdhë, sytë e tij u thelluan, duart e tij filluan të dridhen kur ai tentonte të shkruante. Unë e raportova këtë tek eprorët e mi, thot mjeku, por ata më thanë të mos shqetësohesha, se ishte normale që të burgosurit të humbnin peshë. Por unë e dija se kishte diçka më shumë. Simptomat nuk përputhen me malnutricionin e thjeshtë. Kishte diçka tjetër që po ndodhte. Mjeku filloi të mbaj shënime të fshehta për gjendjen e Lev Nosit, duke regjistruar çdo simptom, çdo ndryshim, çdo detaj që vërente. Unë e bëra këtë sepse kisha një ndjenjë se një ditë këto shënime do të ishin të rëndësishme, shpjegon ai. Unë nuk e dija saktësisht çfarë po ndodhte, por e dija se nuk ishte natyrale. Shënimet e tij tregojnë një model shqetësues. Lev Nosi vuante nga dhimbje të forta barku, të përziera me periudha të konfuzionit mendor, të ndjekura nga momente të qarta ku ai dukej pothuajse normal. Këto simptoma nuk ishin konsistente me asnjë sëmundje që unë kisha parë më parë, thot mjeku. Dhe kur kërkova të bëja teste më të detajuara, më thanë se nuk ishte e nevojshme, se ai thjesht po plakej dhe se trupi i tij po dorëzohej. Por një ditë, diçka ndodhi që e bëri mjekun të dyshoj seriozisht. Ai hyri në qelinë e Lev Nosit për një kontroll rutinë dhe e gjeti atë të shtrirë në dy sheme, duke u dridhur në mënyrë të pakontrolluar. Unë menjëherë e kuptova se kjo nuk ishte thjesht dobësi, thot ai. Këto ishin konvulsione dhe ato ishin të forta. Unë thira ndihmë dhe ne e transferuam atë në infermeri. Por kur kërkova të administroja medikamente për të ndaluar konvulsionet, më thanë se nuk kishim asgjë të disponueshme. Kjo ishte një gënjeshtër e qartë, sepse unë e dija se kishim medikamente të tilla në magazin. Por për ndonjë arsye, ata nuk donin që Lev Nosi t'i merrte ato. Kjo incident e bëri mjekun të filloj të hetoj më thellë. Ai filloi të flasë me rojet, me të burgosurit e tjerë, me çdo person që kishte kontakt me Lev Nosin. Dhe ngadalë, një imazh filloi të dalë, imazhi i një njeriu që po helmohej sistematikisht. Unë nuk kisha prova të forta, pranon mjeku, por të gjitha shenjat ishin atje. Simptomat e papritura, refuzimi për të bërë teste të detajuara, mungesa e trajtimit adekuat. Dhe më e rëndësishmja, fakti se çdo herë që gjendja e tij përmirësohej pak, papritur ai përkeqësohej përsëri, sikur dikush po sigurohej që ai të mos shërohej kurrë. Por kur mjeku u përpoq të ngrejë këto shqetësime me eprorët e tij, ai u kërcënua. Më thanë se nëse vazhdoja të bëja pyetje, unë do të gjeja veten në një qeli ngjitur me Lev Nosin, thot ai. Dhe kjo ishte mjaft për të më heshtuar. Unë kisha një familje, kisha fëmijë. Nuk mund të rrezikoja gjithçka për një njeri që tashmë ishte i dënuar. Por heshtja e tij e ka munduar për gjithë jetën. Çdo natë unë mendoj për atë që mund të kisha bërë ndryshe, thot ai. Mund të kisha refuzuar të heshtja? Mund të kisha gjetur një mënyrë për ta ndihmuar atë? Apo a do të kishte bërë ndonjë ndryshim? Sepse edhe nëse unë kisha folur, kush do të më kishte dëgjuar? Kush do të kishte besuar një mjek të thjeshtë kundër pushtetit të sigurimit të shtetit? Këto pyetje nuk kanë përgjigje të lehta, por ato na sfidojnë të mendojmë për natyrën e përgjegjësisë morale në një regjim totalitar. Kur sistemi është i korruptuar deri në palc, kur çdo institucion është i kontrolluar nga shteti, kur çdo person që guxon të flasë rrezikon jo vetëm jetën e tij, por edhe jetën e familjes së tij, çfarë mund të bëjë një individ? A ka kuptim të flasësh kur e di se askush nuk do të dëgjojë?
A ka kuptim të rezistosh kur e di se rezistenca do të çojë vetëm në vuajtje më të madhe? Por le të flasim për diçka që shpesh harrohet kur diskutojmë për viktima të regjimeve totalitare, shkatërimin fizik të trupit si simbol i shkatërimit të shpirtit. Lev Nosi nuk ishte thjesht një njeri që vdiq në burg. Ai ishte një njeri që u shkatërua sistematikisht ditë pas dite, javë pas jave, derisa trupi i tij u bë një hije e asaj që kishte qenë. Kur e pash për herë të fundit, thot dëshmitari mjekësor, ai ishte i panjohshëm. Lëkura e tij ishte e varur nga kockat, sytë e tij ishin të thelluar dhe të zbrazët, duart e tij dridheshin aq shumë sa që ai nuk mund të mbante asnjë gotë ujë. Por ajo që më shqetësoi më shumë ishte shpreha në fytyrën e tij. Nuk ishte dhimbje, nuk ishte frikë. Ishte dorëzim. Ai kishte humbur çdo shpresë, çdo dëshirë për të jetuar. Dhe kjo ishte pikërisht ajo që regjimi donte, jo vetëm ta vrisnin atë, por ta shkatëronin plotësisht, ta bënin të humbte çdo gjurmë të dinjitetit njerëzor. Kjo shkatërim i qëllimshëm i trupit dhe shpirtit nuk ishte unik për Lev Nosin. Ishte një taktik e përdorur gjerësisht nga regjimi kundër të gjithë atyre që konsideroheshin armiq të popullit. Ideja ishte e thjeshtë, nëse ti thjesht vret një njeri, ai mund të bëhet një martir, një simbol i rezistencës. Por nëse ti e shkatëron atë ngadalë, nëse ti e bën atë të duket i dobët, i çmendur, i pafuqishëm, atëherë askush nuk do ta kujtojë si një hero. Ai do të kujtohet vetëm si një njeri i mirë që nuk mund të përballonte presionin. Dhe kjo ishte fati që regjimi kishte planifikuar për Lev Nosin. Por ata nuk e llogaritën një gjë, se edhe në gjendjen më të mjeruar, edhe kur trupi i tij po dështonte, Lev Nosi vazhdoi të luftonte. Ai vazhdoi të shkruante, të kujtonte, të katalogonte. Ai refuzoi të dorëzohej plotësisht, edhe kur çdo gjë tjetër po i merrte. A ishte kjo një akt heroizmi, apo thjesht një refuzim kokfort për të pranuar realitetin? A bëri ndonjë ndryshim fakti që ai vazhdoi të luftonte, apo ishte thjesht një zgjatje e vuajtjes së tij? Këto janë pyetje që ne duhet t'i bëjmë vetes, sepse ato na sfidojnë të mendojmë për kuptimin e rezistencës në kushte ekstreme. Në sejfin personal të drejtorit të sigurimit të shtetit u gjet një listë e shkruar me dorë. Nuk ishte një listë blerjesh, por një listë ekzekutimi. 15 emra të gjeneralëve dhe të afërmve që duheshin eliminuar pas festave. Kjo copë letre shpjegon gjithçka. Kur gjeneralët pan listën, ata e kuptuan, ose ai, ose ne. A ishte tradhtia e tyre një akt heroizmi apo vetëm një luftë e dëshpëruar për mbijetesë? Emri i Lev Nosit nuk ishte në atë listë, por ai që e kishte shkruar listën ishte i njëjti njeri që kishte urdhëruar arrestimin e tij. Dhe kjo na bën të pyesim, sa të tjerë ishin në lista të tjera? Sa njerëz u eliminuan jo sepse kishin bërë diçka të gabuar, por thjesht sepse ekzistenca e tyre konsiderohej një kërcënim? Sipas një burimi që ka pasur akses në arkivat e mbyllura, lista nuk ishte e vetmja. Kishte 10 lista të tjera, secila me emra të ndryshëm, secila me një qëllim të ndryshëm. Disa lista përmbajnë emra të intelektualëve që duheshin riedukuar. Të tjera përmbajnë emra të artistëve që duheshin kontrolluar. Dhe kishte edhe lista që thjesht thonin për eliminim, pa asnjë shpjegim tjetër. Ishte një sistem i tërë i terrorit të organizuar, shpjegon burimi. Çdo person që kishte ndonjë lloj ndikimi, çdo person që kishte ndonjë lloj pavarësie mendore, çdo person që refuzonte të përkulej plotësisht para regjimit, ishte në një listë diku. Dhe nëse emri yt ishte në një listë, fati yt ishte i vulosur. Por çfarë e bënte Lev Nosin aq të rrezikshëm saqë emri i tij duhej të ishte në krye të një liste? Ai nuk ishte një lider politik, nuk ishte një general ushtarak, nuk kishte as madje një pozicion zyrtar në qeveri. Ai ishte thjesht një koleksionist, një studiues, një njeri që donte të ruante historinë. Por pikërisht kjo e bënte atë të rrezikshëm. Sepse në një regjim që donte të kontrollonte të kaluarën për të kontrolluar të ardhmen, një njeri që ruante kujtesën e vërtetë të asaj të kaluare ishte kërcënimi më i madh i mundshëm. Ata e kuptonin se nëse njerëzit kishin akses në historinë e vërtetë, ata do të shihnin se regjimi po gënjente, thot burimi. Ata do të kuptonin se kishte pasur një botë para komunizmit, një botë që kishte vlerë dhe kuptim. Dhe kjo do të minonte tërë narrativën që regjimi po tentonte të ndërtonte. Dhe kështu, Lev Nosi u bë një shënjestër. Por ai nuk ishte i vetmi. Kishte 10, ndoshta qindra të tjerë si ai, njerëz që kishin kushtuar jetën e tyre për të ruajtur diçka të vlefshme, dhe që u eliminuan sepse ajo që ata ruanin konsiderohej një kërcënim.
Disa prej tyre ishin shkrimtarë që kishin shkruar për të kaluarën në një mënyrë që nuk përputhej me narrativën zyrtare. Të tjerë ishin muzikantë që kishin ruajtur këngë tradicionale që regjimi donte t'i harronte. Dhe kishte edhe ata që thjesht kishin kujtuar shumë, që kishin jetuar shumë, që kishin parë shumë për të qenë të sigurt. Kujtesa ishte një krim, thot burimi. Nëse ti kujtoje se si ishin gjërat para regjimit, nëse ti flisje për atë që kishte humbur, nëse ti guxoje të krahasoje të kaluarën me të tashmen, ti ishe një armik i popullit. Por le të kthehemi te lista. Kush e shkroi atë? Dhe më e rëndësishmja, kush vendosi se cilat emra do të shkonin në të? Sipas burimeve tona, lista nuk u shkrua nga një person i vetëm, por ishte rezultat i një procesi të gjatë të vlerësimit dhe diskutimit midis oficerëve të lartë të sigurimit të shtetit. Ata mbanin mbledhje të rregullta, shpjegon burimi, ku diskutonin për çdo person që konsiderohej një kërcënim potencial. Ata shqyrtonin dosjet, lexonin raportet e informatorëve, analizonin çdo fjalë që personi kishte thënë, çdo veprim që kishte bërë. Dhe pastaj ata votonin. Nëse shumica vendoste se personi ishte një kërcënim, emri i tij shkonte në listë. Kjo proces i ftohtë, i llogaritshëm, i burokracisë së vdekjes është diçka që na bën të dridhemi. Sepse nuk ishte një akt i dhunës impulsive, nuk ishte një vendim i marrë në nxitim. Ishte një proces i organizuar, i planifikuar, i ekzekutuar me precizion. Dhe kjo na tregon se sa thellë kishte depërtuar terrori në strukturat e shtetit. Nuk ishte thjesht një çështje e disa individëve të këqij që merrnin vendime të këqija. Ishte një sistem i tërë që ishte ndërtuar për të identifikuar, për të izoluar, për të eliminuar çdo person që nuk përputhej me vizionin e regjimit. Dhe në këtë sistem, Lef Nosi ishte vetëm një numër, një emër në një listë, një problem që duhej zgjidhur. Por historia e listës nuk përfundon këtu. Sepse pas rënies së regjimit, kur arkivat filluan të hapen, studiuesit filluan të gjejnë kopje të këtyre listave. Dhe ajo që ata zbuluan ishte shqetësuese, shumë nga emrat në lista nuk ishin eliminuar kurrë. Disa prej tyre kishin vdekur nga shkaqe natyrale para se të vinte radha e tyre. Të tjerë kishin arritur të iknin nga vendi. Dhe kishte edhe ata që thjesht ishin harruar, sepse regjimi kishte probleme më urgjente për t'u marrë me to, ishte një lotarje e tmerrshme, thot një historiane që ka studiuar këto lista. Nëse emri yt ishte në një listë, ti nuk e dije nëse do të vdisje nesër apo nëse do të jetoje për vite. Gjithçka varet nga prioritetet e regjimit në atë moment, nga burimet që ata kishin të disponueshme, nga sa të zënë ishin ata me probleme të tjera. Ishte një ekzistencë e tmerrshme, duke jetuar çdo ditë duke ditur se mund të ishte e fundit. Dhe kjo na sjell te pyetja, sa njerëz jetuan në këtë gjendje të vazhdueshme frike? Sa familje u shkatëruan nga ky sistem terrori? Sa talente u humbën, sa ide nuk u realizuan kurrë, sa kontribute për shoqërinë nuk u bën kurrë sepse njerëzit që mund t'i bënin ato ishin të zënë duke u përpjekur të mbijetonin? Këto janë pyetje që ne duhet t'i bëjmë vetes, sepse ato na ndihmojnë të kuptojmë koston e vërtet të regjimeve totalitare. Nuk është vetëm numri i njerëzve që u vranë, edhe pse ai është i tmerrshëm. Është edhe numri i njerëzve që jetuan në frikë, që nuk guxuan kurrë të realizojnë potencialin e tyre, që kaluan jetën e tyre duke u përpjekur të jenë të padukshëm, të mos tërhiqnin vëmendjen, të mos përfundonin në një listë. Apo mësojmë nga kjo histori? Apo marrim masa për të siguruar që sisteme të tilla terrori të mos ndërtohen kurrë përsëri? Apo po e harrojmë ngadalë, duke lejuar që kujtesa e asaj që ndodhi të zbehet, duke rrezikuar që historia të përsëritet? Sigurimi i shtetit i Lef Nosit ruante dosare speciale me kodin UM0544, dosare aq sekrete sa që ekzistonin vetëm 3 kopje në të gjithë vendin. Në këto dosare gjendej informacioni për shëndetin e vërtet të koleksionistit, për planet e evakuimit në rast revolucioni dhe për diçka shumë më shokuese, marrëdhëniet reale midis rrethit të tij dhe agjentëve të huaj. Pse këto dosare u shkatëruan pikërisht në ditën e vdekjes së tij? Sipas një burimi që ka punuar në Arkivin Qendror të Shtetit, dosaret me kodin UM0544 nuk ishin dosare të zakonshme. Ato ishin pjesë e një sistemi të veçantë të klasifikimit që përdorej vetëm për rastet më sensitive, rastet ku informacioni ishte aq i rrezikshëm saqë edhe oficerët e lartë të sigurimit të shtetit nuk kishin akses pa autorizim të veçantë. Unë e pash një herë një dosje me atë kod, thot ky burim, që do ta quajmë arkivisti. Ishte një dosje e trash, e mbështjell me një letër të kuqe që kishte vulën sekret absolut në çdo faqe.
Brenda kishte dokumente që nuk duhej të ekzistonin kurrë, raporte mjekësore që tregonin se Lev Nosi vuante nga një sëmundje që regjimi po tentonte ta fshite, plane evakuimi që tregonin se ai kishte kontakte jashtë vendit që mund ta ndihmonin të ikte, dhe më shqetësuese, raporte nga informatorë që pretendonin se ai kishte takime të rregullta me persona që dyshohen se ishin agent të shërbimeve të huaja. Por a ishin këto akuzat të vërteta, apo ishin thjesht fabrikime të regjimit për të justifikuar eliminimin e tij? Kjo është pyetja që më ka munduar për vite, thot arkivisti. Sepse nëse lexoja ato raporte pa kontekst, ato dukeshin bindëse. Kishte data specifike, kishte emra, kishte madje edhe përshkrime të vendeve ku takimet supozoheshin të kishin ndodhur. Por kur fillove të kontrolloje detajet, gjërat nuk përputhen. Disa nga takimet supozoheshin të kishin ndodhur në data kur Lev Nosi ishte në një vend tjetër plotësisht. Disa nga personat që ai supozohej të kishte takuar nuk ekzistonin fare. Ishte e qartë se këto raporte ishin fabrikuar, por ato ishin fabrikuar me aq kujdes sa që dikush që nuk e njihte të vërtetën do t'i besonte. Kjo zbulim na çon te një pyetje më e madhe: sa nga ajo që ne e dim për Lev Nosin është e vërtetë, dhe sa është fabrikim i regjimit? Sa nga historia që na është treguar është bazuar në fakte reale, dhe sa është bazuar në dokumente të falsifikuara që u krijuan për të justifikuar veprimet e regjimit? Kjo është sfida më e madhe që përballojmë kur tentojmë të rikonstruktojmë historinë e kësaj periudhe, shpjegon një historiane që ka kaluar vite duke studiuar arkivat e sigurimit të shtetit. Sepse regjimi nuk ishte i kënaqur me thjesht eliminimin fizik të armiqve të tij. Ai donte të eliminonte edhe kujtesën e tyre, të rishkruante historinë e tyre, të sigurohej që edhe pas vdekjes së tyre, ata do të kujtohen si kriminal, si tradhtar, si njerëz që meritonin fatin që u ra. Por le të kthehemi te dosaret. Çfarë ndodhi me to pas vdekjes së Lev Nosit? Sipas arkivistit, në ditën kur Lev Nosi vdiq, erdhi një urdhër i veçantë nga Maja e Sigurimit të Shtetit. Të gjitha dosaret me kodin UM0544 që lidhen me të duheshin të shkatërroheshin menjëherë. Ishte një urdhër i pazakontë, thot ai. Zakonisht dosaret ruhen për vite, edhe pas vdekjes së subjektit, sepse ato mund të jenë të dobishme për hetime të ardhshme. Por në këtë rast, ata donin që gjithçka të zhdukej menjëherë. Dhe kjo më bëri të dyshoj se kishte diçka në ato dosare që ata nuk donin që askush ta shihte kurrë. Por jo të gjitha dosaret u shkatëruan. Sipas arkivistit, një kopje e dosares u ruajt në një arkiv sekret që ishte i aksesueshëm vetëm për një numër shumë të vogël të oficerëve të lartë. Unë e di se ajo dosje ekziston ende, thot ai. Unë e kam parë me sytë e mi. Por kur kërkova ta lexoja, më thanë se nuk kisha autorizim. Dhe kur pyeta se kush kishte autorizim, më thanë se vetëm drejtori i arkivit kombëtar dhe disa anëtar të qeverisë. Por edhe ata, sipas asaj që kam dëgjuar, nuk e kanë hapur kurrë atë dosje. Ajo thjesht qëndron atje, në një raft në një dhomë të mbyllur, duke pritur që dikush të ketë guximin ta hapë. Çfarë mund të përmbajë ajo dosje që është aq e rrezikshme saqë edhe sot, më shumë se 75 vjet pas vdekjes së Lev Nosit, ajo ende mbahet e mbyllur? Disa teori sugjerojnë se ajo përmban prova se Lev Nosi u helmua qëllimisht dhe se urdhri erdhi nga nivelet më të larta të qeverisë. Të tjerë besojnë se ajo përmban informacion për atë që ndodhi me koleksionin e tij, për atë se ku shkuan dokumentet, kush i vodhi, kush i shiti. Dhe ka edhe ata që mendojnë se ajo përmban diçka edhe më shqetësuese, prova se Lev Nosi nuk ishte i vetmi, se kishte një rrjet të tërë të koleksionistëve dhe studiuesve që po punonin së bashku për të ruajtur historinë, dhe se të gjithë ata u eliminuan sistematikisht nga regjimi. Nëse kjo teori e fundit është e vërtet, thot historianeja, atëherë ajo që ndodhi me Lev Nosin nuk ishte një incident i izoluar, por pjesë e një fushate më të gjerë për të shkatëruar çdo gjurmë të historisë së pavarur. Dhe nëse kjo është e vërtet, atëherë ne kemi humbur shumë më shumë se thjesht një koleksion dokumentesh. Ne kemi humbur një rrjet të tërë të njohurive, një komunitet të tërë të studiuesve, një trashëgimi të tërë që nuk mund të rikuperohet kurrë. Kjo mendim është i frikshëm, por ai është gjithashtu i mundshëm. Sepse ne e dim se regjimi nuk ishte i kënaqur me eliminimin e individëve të veçantë. Ai donte të eliminonte çdo strukturë, çdo rrjet, çdo organizim që mund të vepronte në mënyrë të pavarur nga shteti. Dhe nëse kishte një rrjet të koleksionistëve që po punonin për të ruajtur historinë, atëherë ai rrjet do të ishte një shënjestër prioritare. Por a ka ndonjë provë për ekzistencën e një rrjeti të tillë? Sipas disa burimeve, po.
Ka letra që u gjetën në arkiva që tregojnë se Lev Nosi korrespondonte rregullisht me studiues të tjerë, jo vetëm në Shqipëri, por edhe jashtë vendit. Ka raporte nga informatorë që pretendojnë se ai organizonte takime të fshehta me njerëz që kishin interesa të ngjashme. Dhe ka edhe dëshmi se disa nga dokumentet që ai mblodhi nuk ishin vetëm për përdorimin e tij personal, por ishin pjesë e një projekti më të madh për të krijuar një arkiv të pavarur që do të ishte i aksesueshëm për studiues të ardhshëm. Nëse kjo është e vërtet, thot historianeja, atëherë Lev Nosi nuk ishte thjesht një koleksionist i vetmuar. Ai ishte pjesë e një lëvizjeje që po tentonte të ruante kujtesën e një kombi në një kohë kur regjimi po tentonte ta fshinte atë. Por nëse kishte një lëvizje të tillë, çfarë ndodhi me të? A u shkatërrua plotësisht, apo ka ende pjesë të saj që mbijetuan? A ka ende njerëz që e dinë të vërtetën, por që kanë frikë të flasin? A ka ende dokumente të fshehura diku, duke pritur të zbulohen? Këto janë pyetje që ne duhet të vazhdojmë t'i bëjmë, sepse përgjigjja e tyre mund të ndryshojë gjithçka që ne e dimë për këtë periudhë të historisë. Për herë të parë në 35 vjet, njeriu që ishte përgjegjës për sigurinë personale të Lev Nosit pranon të flasë para kamerave. Ajo që ai na tregon për javët e fundit të regjimit do të rrëzojë gjithçka që mendoni se e dini. Nga bisedat private midis oficerëve të sigurimit për atë që duhej bërë me koleksionin e tij, deri te planet e dëshpëruara të Lev Nosit për të fshehur dokumentet më të rëndësishme, deri te momenti kur ai e kuptoi se gjithçka kishte mbaruar. Një dëshmi ekskluzive që do t'ju mbaj me frymën pezull. Ky njeri, që do ta quajmë rojen e fundit, ishte një oficer i ri që u caktua të mbikëqyrte qelinë e Lev Nosit në javët e fundit. Ai nuk ishte një besimtar i regjimit, por as nuk kishte guximin të kundërshtonte. Unë isha vetëm 25 vjeç, thot ai, zëri i tij ende i mbushur me pendim. Kisha një karrierë përpara, kisha një familje që duhej të ushqeja. Por ajo që pash në ato javë më ndryshoi përgjithmonë. Sipas rojës së fundit, në fillim të shkurtit të vitit 1946, atmosfera në burg ndryshoi në mënyrë dramatike. Papritur filluan të vinin oficerë të lartë që nuk I kisha parë kur më parë, kujton ai. Ata mbanin mbledhje të gjata në zyrën e drejtorit dhe pas çdo mbledhje, drejtori dilte me një fytyrë të tensionuar. Diçka po ndodhte, diçka e madhe, por askush nuk na tregonte se çfarë ishte. Një mbrëmje, roja e fundit dëgjoi një bisedë që nuk duhej ta dëgjonte. Ai ishte duke patrulluar korridorin kur dëgjoi zëra që vinin nga zyra e drejtorit. Dera ishte pak e hapur dhe ai ndaloi për të dëgjuar. Unë e di se nuk duhej ta bëja, pranon ai, por kureshtja më mundi. Dhe ajo që dëgjova më ngriti qimet. Në atë bisedë, 2 oficerë po diskutonin për problemin Nosi. Njëri prej tyre, një burr me një zë të thellë që roja e fundit nuk e njihte, tha, ai duhet të largohet para se të fillojë pranvera. Nuk mund të rrezikojmë që ai të jetojë deri në verë, kur do të kemi vizitor të huaj. Nëse dikush fillon të bëj pyetje për të, do të kemi probleme. Oficeri tjetër, që roja e fundit e njihte si zëvendës drejtorin e burgut, u përgjigj, por si do ta bëjmë? Nëse ai vdes pa pritur, do të ketë dyshime. Familja e tij, miqtë e tij, ata do të bëjnë pyetje. Burri me zërin e thellë qeshi, një të qeshur të ftohtë që e bëri rojen e fundit të dridhej. Familja e tij? Cilët miq? Ai nuk ka më askën. Ne u kujdesuam për këtë. Dhe sa për vdekjen, ai është I vjetër, ai është I sëmur. Askush nuk do të habitej nëse zemra e tij ndalon së rrahuri një natë. Kjo bisedë e konfirmoi atë që roja e fundit kishte dyshuar për javë, se Lev Nosi po helmohej ngadalë dhe se vdekja e tij ishte planifikuar me kujdes për të dukur natyrale. Unë nuk e dija çfarë të bëja, thot ai. Nëse flisja, unë do të përfundoja në një qelin ngjitur me të. Por nëse heshtja, unë do të isha bashkëfajtor në një vrasje. Kështu që vendosa të bëja të vetmen gjë që mund të bëja, të mbaja shënime të detajuara për gjithçka që shija, në shpresën se një ditë këto shënime do të mund të përdoreshin si provë. Këto shënime, që roja e fundit I ruajti për 75 vjet, tani janë një nga burimet më të vlefshme që kemi për të kuptuar se çfarë ndodhi me Lev Nosin në ditët e fundit. Sipas shënimeve, në 10 shkurt të vitit 1946, Lev Nosi filloi të tregojë shenja të përmirësimit. Ai kishte më shumë energji, fliste më qartë, madje filloi të kërkojë letër për të shkruar përsëri, shkruan roja e fundit. Por kjo përmirësim zgjati vetëm 2 ditë. Në 12 shkurt, ai papritur u përkeqësua përsëri, edhe më keq se më parë.
Ai filloi të ketë halucinacione, të fliste me njerëz që nuk ishin atje, të bërtiste në mes të natës. Roja e fundit e pyeti mjekun e burgut se çfarë po ndodhte, por mjeku thjesht tundi kokën dhe tha, trupi I tij po dorëzohet. Nuk ka asgjë që mund të bëjmë. Por roja e fundit e dinte se kjo nuk ishte e vërtetë. Ai kishte parë se çdo herë që Lef Nosi përmirësohej, ai merrte një trajtim special nga një infermier që vinte vetëm natën. Ky infermier nuk ishte pjesë e stafit të rregull, shkruan ai. Ai vinte rreth mesnatës, hynte në qelinë e Lef Nosit për 5 minuta dhe pastaj largohej pa folur me askën. Dhe çdo herë pas vizitës së tij, Lef Nosi përkeqësohej. Në 14 shkurt, roja e fundit vendosi të marrë një rrezik. Ai fshiu në një qeli të zbrazët pranë asaj të Lef Nosit dhe priti që infermieri misterios të vinte. Ai erdhi rreth 23:30, shkruan ai. Unë e shikova nga një çar në derë. Ai hyri në qeli, nxori një shiring të vogël nga xhepi dhe ja injektoi diçka Lef Nosit në krah. Gjithë procesi zgjati më pak se 1 minutë. Dhe pastaj ai u largua, po aq në heshtje sa kishte ardhur. Roja e fundit e dinte se kishte parë një vrasje në veprim, por ai gjithashtu e dinte se nuk kishte asgjë që mund të bënte për ta ndaluar. Nëse flisja, unë do të isha I pari që do të eliminohej, shpjegon ai. Kështu që thjesht e shkrova gjithçka, duke shpresuar se një ditë drejtësia do të bëhej. Në 15 shkurt, në orët e hershme të mëngjesit, Lef Nosi vdiq. Sipas raportit zyrtar, ai vdiq nga dështim kardiak natyral I lidhur me moshën. Por roja e fundit e dinte të vërtetën. Ai u vra, thot ai me bindje. Dhe ata që e vran nuk ishin thjesht oficer të ulët që ndiqnin urdhrat. Urdhri erdhi nga Maja, nga njerëz që kishin pushtet të mjaftueshëm për të mbuluar gjurmët e tyre. Por kush ishin këta njerëz? Dhe pse ishin aq të vendosur ta eliminonin Lef Nosin? Sepse ai e dinte shumë, shpjegon roja e fundit. Ai kishte dokumente që mund të komprometonin njerëz të fuqishëm, që mund të zbulonin sekrete që regjimi donte t'i mbante të fshehura. Dhe më e rëndësishmja, ai kishte një kujtesë të jashtëzakonshme. Edhe pa dokumentet, ai mund të rikrijonte shumë nga ajo që kishte mbledhur, vetëm nga kujtesa. Dhe kjo e bënte atë të parrezikshëm. Por historia nuk përfundon me vdekjen e Lef Nosit. Sepse në ditët pas vdekjes së tij, diçka e çuditshme ndodhi. Sipas rojës së fundit, qelia e Lef Nosit u pastrua menjëherë, por jo nga stafi I rregullt I burgut. Erdhi një ekip special, shkruan ai, njerëz që nuk I kisha parë kurrë më parë. Ata sollën me vete kuti të mëdha dhe filluan të mblidhnin gjithçka që Lef Nosi kishte prekur, jashtëkun e tij, batanie, madje edhe copat e gazetave ku ai kishte shkruar. Ata ishin metodik, të kujdesshëm, sikur po mblidhnin prova nga një sken krimi. Dhe ndoshta kjo ishte pikërisht ajo që po bënin. Sepse nëse Lef Nosi kishte lënë pas ndonjë mesazh, ndonjë shënim, ndonjë kod që mund të çonte te dokumentet e fshehura, ata donin të siguroheshin që askush nuk do ta gjente kurrë. Por aja doli Lef Nosit të linte pas ndonjë mesazh? A arriti ai të fshehë diçka që mund të zbulohej më vonë? Sipas disa teorive, po. Ka njerëz që besojnë se në ditët e fundit, kur ai ende kishte momente të qarta, ai shkroi një kod të fshehtë në skajet e gazetave, një kod që do të tregonte ku ishin fshehur dokumentet më të vlefshme. Të tjerë besojnë se ai I tha diçka një të burgosurit tjetër, një mesazh që duhej të kalohej te dikush jashtë burgut. Dhe ka edhe ata që mendojnë se ai thjesht besoi se kujtesa e tij, e ruajtur në mendjet e atyre që e njihnin, do të ishte mjaft për të mbajtur gjallë trashëgimin e tij. Ne nuk do ta dim kurrë me siguri, thot roja e fundit. Por ajo që e di është se Lef Nosi nuk u dorëzua kurrë. Edhe në momentin e fundit, edhe kur trupi I tij po dështonte, ai ende po luftonte. Dhe kjo është diçka që unë nuk do ta harroj kurrë. A mund të gjejmë ndonjëherë të vërtetën e plot për atë që ndodhi me Lef Nosin? A do të hapen ndonjëherë dosaret që ende mbahen të mbyllura? A do të gjenden ndonjëherë dokumentet që ai fshiu? Gërmoni se jeni një nga 15 njerëzit që dinin gjithçka për Lef Nosin, çdo sekret të koleksionit, çdo plan për të ruajtur dokumentet, çdo tunel të fshehtë nën Tiranë ku mund të ishin fshehur thesare. Tani imagjinoni se duhet të zgjidhni, të ruani besnikërinë tuaj ndaj kujtesës së tij, ose të shpëtoni jetën tuaj duke bashkëpunuar me regjimin. Në muajt pas vdekjes së Lef Nosit, këta njerëz bën zgjedhje që ndryshuan fatin e trashëgimisë së tij. Çfarë I shtyu ata të tradhtojnë kujtesën e një njeriu që kishte besuar tek ata?
Një prej tyre, një ish student që kishte punuar me Lev Nosin për vite, tregon sot për herë të parë se si ai u detyrua të zgjedhë midis së vërtetës dhe mbijetesës. Ata më thanë se nëse nuk tregoja ku ishin fshehur dokumentet, familja ime do të vuante, thot ai, zëri i tij ende i mbushur me turp pas aq shumë vitesh. Por ajo që më kërkuan të bëja shkonte kundër gjithçkaje që Lev Nosi më kishte mësuar. Ky njeri, që do ta quajmë studenti i tradhtuar, kishte qenë një nga njerëzit më të afërt me Lev Nosin në vitet e fundit. Ai kishte ndihmuar në katalogimin e dokumenteve, kishte mësuar teknikat e ruajtjes, kishte madje jetuar në shtëpinë e Lev Nosit për disa muaj kur po punonte në një projekt të veçantë. Ai më trajtoi si një bir, kujton studenti. Ai më mësoi gjithçka që e dinte, më besoi me sekretet më të thella të koleksionit. Dhe unë e tradhtova atë. Por a ishte vërtet një tradhti, apo ishte thjesht një zgjedhje e detyruar nga rrethana? Kjo është pyetja që më ka munduar për gjithë jetën, thot ai. Sepse çfarë do të kishit bërë ju në vendin tim? Do të kishit lënë që familja juaj të vuante për të mbrojtur dokumente të vjetra? Do të kishit sakrifikuar jetën e fëmijëve tuaj për të ruajtur kujtesën e një njeriu që tashmë ishte i vdekur? Sipas studentit të tradhtuar, 2 javë pas vdekjes së Lev Nosit, ai u thirr në zyrën e sigurimit të shtetit. Atje, ai u pyet për gjithçka që e dinte për koleksionin, ku ishin dokumentet më të vlefshme, ku mund të ishin fshehur kopje, kush të tjerë kishin akses në informacion të ngjashëm. Në fillim unë refuzova të flas, thot ai. Unë u përpoqa të mbroj sekretet që Lev Nosi më kishte besuar. Por pastaj ata më treguan diçka që më theu plotësisht, ata kishin arrestuar vëllain tim. Ata thanë se ai do të lirohej vetëm nëse unë bashkëpunonja. Dhe në atë moment, unë e kuptova se nuk kisha zgjedhje. Dhe kështu, ai filloi të flas. Ai u tregoi atyre për dhomën e fshehtë në shtëpinë e Lev Nosit, për kutitë që ishin fshehur në dysheme, për kontaktet që Lev Nosi kishte jashtë vendit që mund të kishin kopje të disa dokumenteve. Çdo fjalë që thoja ishte si një thik në zemrën time, thot ai. Sepse unë e dija se çdo informacion që jepja do të përdorej për të shkatëruar atë që Lev Nosi kishte ndërtuar. Por çfarë mund të bëja? Nëse heshtja, vëllai im do të vuante. Nëse flisja, tradhtoja kujtesën e njeriut që më kishte dhënë gjithçka. Kjo dilemë morale është diçka që shumë njerëz përballuan në atë kohë, dhe është diçka që ne duhet ta kuptojmë nëse duam të gjykojmë në mënyrë të drejtë veprimet e tyre. Sepse është e lehtë të thuash se ti nuk do të tradhtoje kur ti nuk je duke përballuar kërcënimin e drejtë për drejtë ndaj atyre që do, por kur jeta e njerëzve që do është në rrezik, zgjedhja bëhet shumë më e vështirë. Por historia e studentit të tradhtuar nuk përfundon me bashkëpunimin e tij. Sepse edhe pasi ai u tregoi atyre gjithçka që e dinte, ai nuk u lirua nga faji. Unë jetova me atë faj për dekada, thot ai. Çdo natë unë ëndërroja për Lev Nosin, për mënyrën se si ai më shikonte me ato sy të trishtuar, sikur ai e dinte se unë do ta tradhtoja një ditë. Dhe çdo mëngjes unë zgjoja duke u pyetur nëse kishte pasur një mënyrë tjetër, nëse unë mund të kisha bërë diçka ndryshe. Ky faj e shtyu atë të marrë një vendim të jashtëzakonshëm. Ai vendosi të kushtoj pjesën tjetër të jetës së tij për të tentuar të riparonte dëmin që kishte bërë. Unë fillova të kërkoja për dokumentet që Lev Nosi kishte fshehur, shpjegon ai. Unë përdora informacionin që kisha për të gjetur vende ku ai mund t'i kishte fshehur ato. Dhe ngadalë, gjatë viteve, unë gjeta disa prej tyre. Sipas studentit të tradhtuar, ai arriti të gjejë 3 kuti të fshehura në vende të ndryshme në Tiranë. Secila kuti përmbante dokumente që Lev Nosi kishte konsideruar si më të vlefshmet nga koleksioni i tij. Kur i hapa ato kuti, thot ai, unë qava. Sepse aty, të ruajtura me aq kujdes, ishin dokumentet që Lev Nosi kishte dashur më shumë se jetën e tij. Dhe fakti se ai kishte arritur t'i fshihte ato, edhe në kushtet më të vështira, më tregoi se ai nuk kishte humbur kurrë shpresën. Ai kishte besuar se një ditë dikush do t'i gjente, se një ditë e vërteta do të dilte në dritë. Por çfarë bëri studenti me ato dokumente? Ai dorëzoi ato autoriteteve, apo i mbajti të fshehura? Unë i mbajta të fshehura, pranon ai. Sepse unë e dija se nëse i dorëzoja, ato do të përfundonin në të njëjtin vend ku kishin përfunduar dokumentet e tjera, në një arkiv të mbyllur ku askush nuk do t'i shihte kurrë. Kështu që unë vendosa t'i ruaj vetë, duke pritur kohën e duhur për t'i bërë publike. Ajo kohë erdhi në vitet 90, kur regjimi ra dhe arkivat filluan të hapen.
Studenti i tradhtuar dorëzoi dokumentet që kishte gjetur te arkivi kombëtar, ku ato tani janë të aksesueshme për studiues. Ishte momenti më i lumtur i jetës sime, thot ai. Sepse në fund, pas aq shumë vitesh, unë kisha arritur të bëja diçka të mirë. Unë kisha arritur të nderoja kujtesën e Lev Nosit, edhe pse ishte shumë vonë. Por a ishte vërtet shumë vonë? Apo fakti se ato dokumente u gjetën dhe u bën publike do të thotë se Lev Nosi, në një mënyrë, fitoi në fund? Unë dua të besoj se ai fitoi, thot studenti. Sepse edhe pse ai vdiq, edhe pse koleksioni i tij u shkatërrua pjesërisht, ideja që ai përfaqësonte mbijetoi. Dhe sa kohë që ajo ide jeton, Lev Nosi nuk ka vdekur vërtet. Por le të flasim për diçka që shpesh harrohet, koston që paguan studenti i tradhtuar për vendimin e tij për të ruajtur ato dokumente. Sepse duke i mbajtur ato të fshehura për dekada, ai jetoi në frikë të vazhdueshme se do të zbulohej. Çdo trokitje në derë më bënte të dridhja, thot ai. Çdo herë që shija një makinë të sigurimit të shtetit në rrugë, unë mendoja se kishin ardhur për mua. Unë jetova në një gjendje të vazhdueshme paranoje, duke ditur se nëse më kapnin me ato dokumente, unë do të përfundoja në burg, ndoshta edhe më keq. Por ai nuk u dorëzua kurrë. Ai vazhdoi të ruante ato dokumente, të shpresonte për një të ardhme më të mirë, të besonte se një ditë drejtësia do të bëhej. Dhe në fund, besimi i tij u shpërblye. A ka të tjerë si studenti i tradhtuar? A ka njerëz të tjerë që ruajnë dokumente të fshehura, duke pritur kohën e duhur për t'i bërë publike? A ka ende sekrete që presin të zbulohen? Pak njerëz e dinë se në shtëpinë e Lev Nosit ekzistonin tunele dhe depo që as madje arkitektët zyrtar nuk i njohin edhe sot. Kush i ndërtoi ato në fshehtësi? Ku çonin ato tunele? Dhe pse, në ditët e fundit të regjimit, Lev Nosi kontrollonte personalisht këto rrugë evakuimi çdo natë? Roja personale ka ruajtur këto sekrete për më shumë se 3 dekada, por sot flasim për herë të parë. Sipas një burimi që ka pasur akses në planet e vjetra të ndërtimit të Tiranës, shtëpia e Lev Nosit ishte ndërtuar mbi një rrjet të vjetër tunesh që datojnë nga periudha osmane. Këto tunele ishin përdorur dikur për qëllime tregtare, shpjegon burimi, por me kalimin e kohës, shumica e tyre u harruan. Vetëm disa njerëz të vjetër e dinin se ato ekzistonin dhe Lev Nosi ishte një prej tyre. Sipas të njëjtit burim, Lev Nosi filloi të eksploroi këto tunele në vitet e 30, kur ai bleu shtëpinë në Tiranë. Ai zbuloi se në bodrumin e shtëpisë së tij kishte një hyrje të fshehtë në një tunel që çonte drejt qendrës së qytetit, thot burimi. Dhe ai e pa menjëherë potencialin e kësaj. Nëse ai mund të rinovonte atë tunel, ai mund ta përdorte për të fshehur dokumente, për të krijuar një arkiv sekret që askush nuk do ta gjente kurrë. Dhe kështu, gjatë viteve, Lev Nosi punoi në fshehtësi për të rinovuar atë tunel, për ta bërë atë të sigurt, për ta pajisur me rafte dhe kuti ku mund të ruante dokumentet më të vlefshme. Ai e bëri këtë punë vetë, pa ndihmën e askujt, thot burimi. Sepse ai e dinte se sa më pak njerëz që e dinin për tunelin, aq më i sigurt do të ishte. Por a përdori Lev Nosi vërtet atë tunel për të fshehur dokumente? Sipas disa dëshmive, po. Ka njerëz që pretendojnë se në javët para arrestimit të tij, Lev Nosi kalonte net të tëra në Bodrum, duke transportuar kuti poshtë në tunel. Fqinjet e tij dëgjonin zhurma të çuditshme në mes të natës, thot një ish fqinj. Tinguj të rëndë që tërhiqeshin, hapa që ecnin lart e poshtë shkallëve. Por askush nuk pyeti, sepse në atë kohë ishte e rrezikshme të bëje pyetje. Dhe kur sigurimi i shtetit bastisi shtëpinë e Lev Nosit, ata nuk gjetën kurrë atë tunel. Hyrja ishte e fshehur aq mirë sa që edhe nëse ti e dije se ishte atje, do të duhej kohë për ta gjetur, shpjegon burimi. Dhe oficerët që bën bastisjen nuk kishin kohë. Ata thjesht mblodhen gjithçka që shihnin në sipërfaqe dhe u larguan. Por nëse Lev Nosi fshiu dokumente në atë tunel, ku janë ato sot? A janë ende atje, duke pritur të zbulohen? Apo u gjetën nga dikush tjetër dhe u shitën ose u shkatëruan? Kjo është pyetja që ka munduar studiuesit për dekada, thot një historiane që ka kërkuar për ato dokumente. Sepse nëse ato dokumente ende ekzistojnë, ato do të ishin një thesar i paçmuar. Ato do të përmbajnë informacion që nuk ekziston askund tjetër, dokumente që Lev Nosi konsideroi si më të rëndësishmet nga koleksioni i tij. Ka pasur disa tentativa për të gjetur tunelin, por asnjë prej tyre nuk ka pasur sukses.
Shtëpia e Lef Nosit u shkatërrua në vitet 60 për të bërë vend për një ndërtesë të re, shpjegon historianeja. Dhe kur ajo u shkatërrua, çdo gjurmë e tunelit u hum. Tani, edhe nëse ne e dim afërsisht ku ishte, ne nuk mund ta gjejmë pa gërmuar në ndërtesën e re, gjë që është praktikisht e pamundur. Por ka një teori tjetër, më shpresëdhënëse. Disa njerëz besojnë se Lef Nosi nuk fshiu të gjitha dokumentet në tunelin në shtëpinë e tij. Ata besojnë se ai krijoi disa depo të fshehura në vende të ndryshme në Tiranë, duke shpërndarë rrezikun në mënyrë që nëse një depo zbulohej, të tjerat do të mbeteshin të sigurta. Kjo do të ishte një strategji e zgjuar, thot historianeja. Dhe do të ishte në përputhje me mënyrën se si Lef Nosi mendonte. Ai ishte gjithmonë i kujdesshëm, gjithmonë planifikonte përpara, gjithmonë kishte një plan rezervë. Nëse kjo teori është e vërtetë, atëherë ka ende shpresë se disa nga dokumentet e fshehura mund të gjenden. Por ku duhet të kërkojmë? Cilat janë vendet më të mundshme ku Lef Nosi mund t'i ketë fshehur ato? Sipas disa studiuesve, ne duhet të shikojmë në vende që kishin kuptim personal për Lef Nosin. Ai nuk do t'i fshihte dokumentet në vende të rastësishme, shpjegon një prej tyre. Ai do t'i fshihte në vende që kishin një lidhje me historinë që ai po tentonte të ruante. Ndoshta në një kishë të vjetër, në një xhami historike, në një shtëpi që kishte qenë pronë e një figure të rëndësishme nga e kaluara. Kjo teori ka çuar në disa kërkime të reja, por deri tani asgjë nuk është gjetur. Por ne nuk do të heqim dorë, thot studiuesi. Sepse ne e dim se ato dokumente janë diku. Dhe ne do të vazhdojmë të kërkojmë derisa t'i gjejmë. Por le të flasim për diçka që shpesh harrohet, koston emocionale të kërkimit të këtyre dokumenteve. Sepse për shumë njerëz që janë të përfshirë në këtë kërkim, kjo nuk është thjesht një projekt akademik. Është një mision personal, një mënyrë për të nderuar kujtesën e Lef Nosit, një mënyrë për të siguruar se sakrifica e tij nuk ishte e kollë. Unë kam kaluar vite duke kërkuar për këto dokumente, thot një studiues që ka kushtuar karrierën e tij për këtë projekt. Dhe ka qenë frustruese, ka qenë e vështirë, ka pasur momente kur kam dashur të heq dorë. Por pastaj mendoj për Lef Nosin, për atë që ai kaloi, për atë që ai sakrifikoi. Dhe e di se nuk mund të heq dorë. Sepse nëse unë heq dorë, atëherë ai vdiq për asgjë. A do të gjejmë ndonjëherë dokumentet e fshehura të Lef Nosit? A do të zbulojmë ndonjëherë sekretet që ai mbajti deri në vdekje? Apo do të mbeten ato për gjithmonë një mister, një thesar i humbur që nuk do të gjendet kurrë? Pas 15 shkurtit të vitit 1946, kur rruga e Lef Nosit përfundoi në atë qeli të ftohtë, Shqipëria hyri në një periudhë që do të zgjaste gati 50 vjet. Regjimi që e eliminoi atë u forcua, duke ndërtuar një sistem kontrolli që depërtoi në çdo aspekt të jetës. Koleksioni i tij, që ai kishte ruajtur me aq dashuri, u shpërnda në erë. Disa pjesë përfunduan në arkivin qendror të shtetit, të klasifikuara si sekrete dhe të paarritshme për publikun. Të tjera u shkatëruan në zjarret që u ndezën në oborret e burgjeve, duke kthyer shekuj historie në hi. Dhe kishte edhe ato që thjesht u zhdukën, të vjedhura nga oficer të korruptuar, të shitura në tregun e zi, të shpërndara në koleksione private ku askush nuk mund t'i studionte. Familja e Lef Nosit vuajti një fat të ngjashëm. Vëllai i tij, që kishte tentuar të mbronte emrin e tij, u arrestua dhe kaloi vite në burg. Kushërinjet e tij u detyruan të ndryshonin mbiemrat e tyre për të shmangur stigmën e të qenit të lidhur me një armik të popullit. Dhe për dekada, emri i Lef Nosit u fshi nga librat shkollor, nga enciklopeditë, nga çdo regjistër zyrtar. Ishte sikur ai nuk kishte ekzistuar kurrë, sikur puna e jetës së tij kishte qenë vetëm një ëndër që u zhduk me agimin e një epoke të re. Por historia ka një mënyrë për të mos harruar. Edhe në vitet më të errëta të regjimit, kishte njerëz që e kujtonin Lef Nosin. Kishte studiues të vjetër që tregonin histori për të në fshehtësi, duke kaluar kujtimin e tij nga një brez në tjetrin. Kishte nxënës që ai kishte ndihmuar, që nuk e harruan kurrë dashurinë e tij për historinë. Dhe kishte dokumente të fshehura, të varrosura në ndysheme, të fshehura në mure, duke pritur ditën kur do të mund të dilnin në dritë. Kur regjimi ra në fillim të viteve 90, këto kujtesa filluan të rigjallërohen. Njerëzit filluan të flasin hapur për Lef Nosin, të kërkojnë për punën e tij, të kërkojnë drejtësi për atë që ishte bërë. Sot, më shumë se 75 vjet pas asaj nate të ftohtë shkurti, Lef Nosi po fillon të merr vendin që meriton në historinë e Shqipërisë.
Libra janë shkruar për të, ekspozita janë organizuar në nderim të tij, dhe disa nga dokumentet që ai mblodhi janë bërë pjesë e trashëgimisë kombëtare. Por ende ka shumë që nuk e dim. Ende ka dokumente që nuk janë gjetur, ende ka pyetje që nuk kanë përgjigje, ende ka sekrete që presin të zbulohen. Dhe ndoshta kjo është trashëgimia e vërtetë e Lev Nosit, jo thjesht dokumentet që ai mblodhi, por pyetjet që ai na la, pyetjet që na sfidojnë të kërkojmë të vërtetën, të mos harrojmë të kaluarën, të vlerësojmë atë që kemi para se të jetë shumë vonë. Por le të jemi të sinqertë, ne nuk e dim gjithçka. Ne nuk e dim nëse dokumentet e fshehura do të gjenden ndonjëherë. Ne nuk e dim nëse dosaret e mbyllura do të hapen ndonjëherë. Ne nuk e dim as madje nëse e vërteta e plot për atë që ndodhi me Lev Nosin do të zbulohet ndonjëherë. Dhe ndoshta kjo është pikërisht ajo që e bën këtë histori aq të fuqishme. Sepse ajo nuk është një histori me një fund të qartë, me një përfundim të kënaqshëm ku gjithçka zgjidhet. Është një histori që vazhdon, një histori që jeton në çdo person që kërkon të kuptojë të kaluarën, në çdo studiues që refuzon të pranojë versionin zyrtar të ngjarjeve, në çdo njeri që beson se e vërteta, në fund, do të triumfojë. Ndoshta dokumentet e fshehura janë ende atje, në ndyshe të vjetra, në mure të harruara, në tunele që askush nuk i ka eksploruar për dekada. Ndoshta ato janë në duart e koleksionistëve privat që nuk e din vlerën e vërtetë të asaj që kanë. Ndoshta ato janë në arkiva të mbyllura, duke pritur që dikush me guxim të kërkojë t'i hapë. Ose ndoshta ato janë humbur përgjithmonë, të shkatëruara nga koha, nga neglizhenca, nga forca që donin që e vërteta të mos dilte kurrë në dritë. Ne nuk e dim. Dhe ndoshta ne nuk do ta dim kurrë. Por ajo që e dim është se Lev Nosi bëri gjithçka që ishte në fuqinë e tij për të siguruar që historia e një kombi nuk do të harrohej. Dhe kjo, në vetvete, është një trashëgimi që meriton të nderohet. Kështu që pyetja nuk është vetëm, a do të gjejmë dokumentet? Pyetja është, çfarë do të bëjmë me atë që tashmë e dim? A do të vazhdojmë të kërkojmë? A do të vazhdojmë të bëjmë pyetje? A do të vazhdojmë të sfidojmë narrativat zyrtare që tentojnë të na tregojnë se si duhet të kujtojmë të kaluarën? Sepse nëse ne ndalojmë së kërkuari, nëse ne pranojmë versionin e thjeshtuar të historisë që na ofrohet, atëherë Lev Nosi vdiq për asgjë. Por nëse ne vazhdojmë të kërkojmë, nëse ne vazhdojmë të bëjmë pyetje, nëse ne vazhdojmë të besojmë se e vërteta ka vlerë, atëherë ai jeton ende. Ai jeton në çdo dokument që zbulohet, në çdo histori që rrëfehet, në çdo person që refuzon të harrojë. Të nderuar telespektator, nëse keni ndjekur këtë histori tragjike deri në fund, shkruani në komente nga cili qytet jeni. Na është e rëndësishme të dim ku Lev Nosi ende kujtohet. Dhe abonohuni në kanal për të mos humbur të vërtetën për idhujt e historisë.